Sa të bukura të lulet, fantastike. Kjo është dhuratë nga e ftuara e radhës, unë Abida në fakt, edhe pse unë dua shumë të gjithë të ftuarit që vinë këtu, jam kënaqur maksimalisht me të gjithë. Por kjo ishte një surprizë shumë e bukur dhe ishte një surprizë që ka ardhur midis në mes të stuhis, në mes të furtunës, në mes të shiut, në 4 orë rrugë, është ora 9 e darkës kur ne fillojmë të regjistrim, duke u munduar të jetë shumë korrekte, pavarësisht se koha bërit vetën. Dhe kjo tuf me lule ishte një kënaqësi shumë e madhe. Megjithatë këtë tuf me lule e meriton ajo vetë, sepse për momentin është një nga artistet shqiptare, femra të muzikës më të quotuara në treg, dhe kur them quotuara, jo ndër më, por të paktën në Spotify ku tani është the place, e ka kaluar YouTube-i, the place to be për të gjithë artistët, për të tërë këngëtarët, ka shkuar në 3.2 milion abonenti quhen, followers, nuk e di, harrova tani se kemi bërë lëmë shto platforma, 3.2 milion është një shifër goxha e madhe, do të thotë që ti ke kaluar Shqipërinë edhe Kosovën nga është edhe artistja dhe tashmë ke shkuar në botë. Pak a shumë një pjesë e madhe juaj, tani e dini për kë bëhet fjalë. Kjo këngëtare ka qarë tregun, por për mua ajo nuk është suksesi, për mua personalisht nuk është suksesi më i madh kjo është një sukses padyshim që shumë i dukshëm edhe ndoshta një plotësim ëndër edhe për të, por mua është sukses hyrja që herën e parë që në klipin e saj të parë, me kolumbianën. Dhe po e thash kolumbiana, e dini që këtu kam Tajnën. Tajna, unë do të përqafoj një herë për lulet. Ke meritu, edhe ngjyrat jo më nuk me Faleminderit. që të përshtatën ty me ngjyrat e tua. Këto janë lule shqa kombinime. Ta m'jep ti kur të shoh. Faleminderit shumë. Kjo është një kombinim me shumë shije, siç edhe ti e ke ndërtuar karrierën tënde. Faleminderit shumë për fjalët e mira. Se shumë isha me të ndërprej njerë, po jam kondu buzu. Janë shumë pak fjalët e mira, edhe çfarë po mendoja tash po shija, isha futur në Spotify dhe po shija 3.2 milion. 3.2 milion është një shifër shumë e madhe. Për një artiste nga Prizreni, që e ka bërë këtë këngë në Prizren apo në Kosovë apo në makinë, diku në për territor, duke bërë edhe koncertet, në koncertet shqiptare, në Gjilan, se kështu gjithmonë më ka ngelur si emër ky Gjilani nga edhe mikesha të tjera artiste, në Drenis, në Gjilan, në Prishtinë, dhe ke bërë atë këngën, dhe ke bërë në gjendjen tënde dhe ti e ke ndarë her pas here se si ishte dhe situata më vonë. Sigur e ke ndirë atë këngën, sigur e ke manifestuar atë këngën, ajo këngë kaloi kufit dhe 3.2 milion nuk është vetëm fakti që ti bëre këtë këngë, është që njerëzit kudo që janë u dashuruan me këtë dhe patën interes dhe dua të ndjekë dhe dëgjojnë më shumë për ty dhe është sukses i madh. 3.2 milion është shumë. Unë po shija madje Cardi B, njerëzit nuk do e kuptojnë të matematikën time tash, e ka 30 milion, po 30 milion është pak. Dhe ti e 3 milion, do me thënë si në Cardi B edhe pse ajo ka Amerikën nga mbrapa, po kjo është goxha sukses i madh. Është Vonina shumë e bekume dhe falenderuese për çam ka ndodhur, e kom manifestu, e kom ditë që një ditë prej ditësh ka me ndodhur, mendoj që kjo është fillimi, halo, edhe shpresoj edhe besoj që numri ka mu rrit, po mundona mos mu fokusu në numra shumë, edhe mos me validu vetën si artist ose si person bas numrave, se tani kjo bëhet shumë e rrezikshme. Kështu që unë jam e lumtur që njerëz po ma dojnë muzikën, që kur ishe njerëz në përbot që ndoshta nuk din as shqip, të ngu muzikë shqip edhe të knu edhe njihesh pak edhe krenare edhe për nacionalitetin që e ki, jo veç për, nuk është veç personale, mo është sukses i Kosovës, sukses i Shqipnisë. Jom shumë krenare edhe kom me punu halo edhe kom me bo senet që konga si ja ju konë kongë e shpirtit, u konë kongë e lirisë. Edhe menoj që kreativiteti maj madh vjen në kohrat vështira edhe në kohra ku ti e tu mbjetu. Edhe u konë mesazh shumë i fort edhe për njerëz të tjerë që pavarësisht çdo sfide kur punon edhe kur beson edhe kur nuk dorëzohesh, kur jep gjithçka, prap se prap, pavarësisht situatës, prap do me thonë keme pas një shpërblim gjithçysh për atë. Po dhe ishte histori fituse, është histori kështu si histori filmash. Je në një moment që mund të shëme, mund të trondite gjërat. Unë gjithmonë besoj që nga tronditjet të mëdha dalin gjëra shumë të bukura. Mjafton të kesh pak durim. E vërtet. Ose do njerë çështje fati ndodhen çik më shpejt, po shumë njerëz aty tronditen edhe merren me tronditjen. Merren me atë momentin që ç'a ndodhi, pse ndodhi edhe e mbajnë shumë mendin aty. Ngecin. Aftësia dhe talenti janë pjesë e kësaj, por
më shumë se sa fati. Fati ishte pjesa që i kalon në kreativitet. Pra, kur e kalon në kreativitet, kur futesh aty, kur kalon edhe çdo gjë, çdo mendim që kalon në kreativitet, është një moment që shumë domethënës dhe duhet të domethënës për të gjithë. Sepse unë e shoh dhe ka shumë artistë të cilët është i botë e vështirë tani. Është i botë që është sa e vështirë sa e çuditshme. Që ti nuk e di se çfarë do ndodhi. E the sapo e the vet, nuk duhet merrem me numra, se ti nuk e di. Ti je në mbaj suksesit, bën një këngë, mund ta bësh këngë në banjo, mund ta bësh këngë me bizhame, e këndon kod aty në TikTok dhe papritur merr hof. Ose bën një këngë fantastike që ti mendon që është super këngë, bën një me ChatGPT siç ka ndodhur në TikTok këtë verë në Shqipëri, që ishte një këngë kod, muzika do ikim në verë në plazh, se çfarë ishte një këngë me ChatGPT, edhe bëhet ajo virale dhe thua, "Ore, un kam kaq vite që këndoj." Pra bota është e çuditshme. Por mënyra se ti zgjedh që të vazhdosh, të ecësh, edhe ajo shumë e rëndësishme dhe shumë domethënëse. Këtë e ke pasur gjithmonë këtë pjesën që ndodh diçka vetëm e para, vetëm puno? E kam një shpirt luftarak, mendoj edhe e kam pas gjithmonë. Jam kon gjithmonë kom lyp përgjigje për jetën, kom lyp përgjigje për veten, kom lyp përgjigje për njerëzit, jam munu me kuptu, jam kon studente, nxënëse e jetës, nxënëse e njerëzve, nxënëse e muzikës, nxënëse në çka do që mu m'jep diçka, që m'jep inspirim, m'jep kreativitet, edhe mundona që këngët që i bëj, krijimin tem, me dhonë shumë, me pas njetë që me dhonë intention të mirë. Do me thonë, unë kur manifestoj, gjithmonë lypi këngë që kanë mi shëru njerëz, kanë mi bo njerëz me një diçka, ose kanë mi jop njerëzve mi vetë besim, ose kanë mi arktu, ose kanë mi bo me vallëzu, ose gjithmonë kur krijoj, kam qef përveç që e shëroj veten, du mi shëru edhe tjertë me atë muzikë që e bëj. Edhe muzika që e krijoj që m'jep entuziazëm, e di që qatë ndjen, kam ja jop edhe njerëzve tjerë. Kështu që çdo sen është me energji, çdo sen është me njetë, që thash, edhe çdo sen është me inspirim. Edhe munona eksperiencën tem jetësore me alkemu në melodi, në tekst, edhe me kon diçka që dikush nështa nuk e kupton as të vetja, po kur e nin qatë melodi, hiç s'ka nevojë tekstin me kuptu, me ndje ato që unë pe ndjej. Kështu që melodia për mu kon gjithmonë shumë e rëndësishme, edhe si aje ka një melodi që ta jep një energji, një forcë. Edhe shumë faktorë janë kon këto që janë kombinu për me pru suksesin e siajet, po mas shumëti u kon Zoti. Edhe menoj që karma e mirë, kur punon, kur je ambicioz, kur nuk i ke bo kërkujt kur gjo, kur do me thonë janë shumë faktorë që të qojnë drejt suksesit. Edhe unë jam çdo ditë falenderuese Zotit, çdo ditë, çdo minutë, sa herë të më kujtohet mbrëna ditës, thom faleminderit për çdo sen, edhe për senet më të vogla. Edhe menoj që keq çdo sene që munona mi bo edhe mi zhvillu të vetja e kanë pru qëtë sukses. Edhe njerëz të tjerë mujnë me bo, është shumë e letë më koni mirë. është shumë e letë është e letë edhe vështirë me besu në vetën, po nëse veç vendos, pavarësisht çdo gjëje, veç vendos me besu, unë du me besu, se s'ki kur gjë për me hu, pse mos me besu. Edhe vetë besime jëtë që tu e rajt vetën, fake it till you make it, nështë në fillim e kitë vështirë për shkak të programimeve të ndryshme, traumave ose mjedisit, njerëzve që të rrethojnë, ka shumë faktor tjerë që mujnë me të drejnë ose me të mbyt, po kur vendos për veten tone, veç ti mundesh me vendos. Kërkush nuk mundet me ndihmu, kërkush nuk mundet me të pështu nëse ti nuk vendos. Kur vendos për veten tone dhe vendos çka meriton, atëherë si qënë Zoti edhe njerëz të tjerë që e shohin qatë dritën që e ki ti, edhe munohen me të ngrit, ose nështë nuk i takon ata njerëz, nështë veç vetje edhe duesh vetë me gjetë qatë dritë, po pavarësisht nuk je vetë pse ki Zotin. Kurioz jam, sepse ti ke bërë rap, ndërkohë edhe këndon. Po që u futem tek ajo pjesa e hip-hopit më shumë në fillim.
E pe ti vetë këtë gjë tek vetja jote apo e zbuloi dikush tjetër që shiko, le të kalojmë te kjo ana, ti e ke veçantën e ke këtu ose këtu do godasësh. Si e pe ti veten? Sa vjeç hyre ti me kolumbianët? Sa vjeç ishe? 21. 21 që un kam të tërë këtu janë gati 21 vjeçar edhe sado që ato mendojnë që janë të pjekur, prapë mua më duken vegjël, domethënë duke ju krahasuar me vitet e mia, por duke ditur që sa pas siguri kanë, sa pak dinë ose mendojnë që dinë. Unë gjithmonë kam pas shumë diversitet. Unë për me njëna për hip-hop, kam nis me hip-hop, po unë gjithmonë të jetën kam ngu edhe kam kriju kongë që janë konë zhanët ndryshme. Nuk e kam pas kur një zhanër caktum që kam tonë që kja jam unë. Unë kam disa zhanër, nështë nuk jam me mirë në krejt zhanëret. Po i kam disa zhanëret që jam shumë e mirë në to. Edhe nështë i kam edhe do zhanër që hala nuk e kam zbulu që jam e mirë në to. Do me thonë, unë zakonisht kryoj si pas inspirimit momentit, si pas asoj që e ngaj ma shumë në qatë kohë, edhe muj më pështat në shumë lloj zhanreve. Edhe që kjo ka njëherë është edhe bekim, edhe mallkim, se nuk e din se dush me pas një konsistencë nështë si artist ka njëherë, që mu dallu për një zhanër. Po nuk e kom pas plan unë me kriju ama piano, ose me bo muzik house, ose nuk e kom as njëherë një plan çfarë muzike kom e bo në të ardhmen. Mu veç e njek i rrjedhën tem kreativitetit, e lo vetën shumë të lirë me kriju, edhe që shtash edhe ma herët që ajo që më inspiron, që më jep entuziazëm, e di që është autentike. Edhe që ato e qes, edhe vendosi me mendo me njerëzit, edhe jo më jep shumë entuziazëm. Kom bo edhe kongë komerciale, normal, po prapë se prapë më kanë pëlqy. Nuk është që kom bo kongë që nuk më pëlqejnë hiç. Jo, kanë goditur që fillim. Që nga kolumbiana ke goditur dhe unë ta thash dhe pak më parë, mua më ka bërë përshtypje sepse kolumbiana ishte këngë që direkt re në sy, madje dhe goca ime, e cila nuk është shumë e updateuar me muzikën shqiptare, tha, do kesh tajnën, tha, kolumbiana. Thoshte mua që ajo kur ka dalë kolumbiana ishte vogël fare. Por mua më ke bërë përshtypje shumë tek shqipet e dyta, sepse të kam parë dhe kam thënë, çfarë lloj sigurie ka kjo vajzë në kamera, çfarë lloj interpretimi, do të thënë, po ta them në pak më banal, çfarë lloj kafshë është kjo që ka hyrë në treg, dhe që ti kishe sigurinë e një njeriu që kishte 20 vjet që e bënte këtë gjë dhe e bënte në skena ndërkombëtare. Pra, mënyra se si ti kur do ishe seksi deri në fund, sikur e shijoje atë, ti ishe e fort. Nga të erdhi kjo, se doja ta di edhe një çik më kështu më konkrete. A shije shumë, a imitoje para pasqyrës, a ç'a ndodhi, se ti thua ke kënduar, por nuk e pasur këtë eksperiencë. Unë çdo event të shkollës që ka pas ndaj ditë të shkollës, ndaj pi klasës, jo pi klasës parë, pi parashkollore, edhe në Qerdhe kom marrë pjesë në emision festiv, edhe gjithmonë gjithë e kom kallëzu qitë histori, po kur u nalë rryma në Kosovë këtë nëherë, mu këtë familja më kanë qitë mes, për me përformu, kom recitu, kom knu. Në shtëpi, kur s'kishe drita për ato që se kuptojnë, s'kishe drita, po. Edhe gjithmonë e kom pas një vetë besim, bile i kom thonë shoqeve të mia, kur më kone vogël, i kom pas një 7-8 vjet, ju thojsha unë kom më bo, në këtë botën kanë me mangu muzikën. Këtu në Kosovë e kom shumë letë. Ja thoj vërtet atyre. Po, ju kom kallëzu që në Kosovë e kom shumë letë tash, po mu këtë botën kanë me mangu muzikën. Edhe juve ju marrë. Kom e shëtit këtë botën, kom e bo koncerte në këtë botë, ju marrë edhe juve nëse e meritani. Edhe dyqysh e kom pas që atë vetë besim pi, nuk e di prej ku, e kom pas natyrshëm, sidomos në skenë kur dalë, edhe nëse ka momente që nuk nina mirë, kur dalë në skenë unë i harroj krejtsenet. Të falë ti ke qenë ato gocat e vogla që ishin kështu gjithkohës? Me poza, kom bo fotoshooting, kom bo çdo sen. E kom organizu dhe me thonë një program në shkollë me klasën tem, aty unë kom prezentusja, balerina, këngëtarja, ajo që reciton, bile edhe një sketch të vogël e pa ta përgatit. Do me thonë kreti bëjsha. Po shiko, po dato kam parë çka të ty. E kom bo edhe regjin e programit. Ishte të gjithë organizatorë. Edhe thosha vetën desha të prezentu. Po ju rinë ke bërë? Dorontina Shalën për të kënduar, unë ndërkohë pra mua. Është e natyrshme me të lind me kompoz gjithë këtë vetbesimin. Edhe ka një herë edhe kur s'kam vetbesim ndoshta ndaj ditë në jetën e përditshme, nëse unë dalë skenë, ti nuk e vren kurrë, se çashtu më vjen një farë energjia është si meditim për mu me dalë në skenë, nuk menoj më kur gjë, jam qaj personi në skenë,
edhe jam të e shiu shumë. Më kujto pak herën e parë që ke dalë në skenën, jo në skenën që organizoje vetë, edhe ishte edhe vetë juria, rrezik, që jepje vota. Më lejoni të kaloj nga prezantuesja në juri. Impakti i parë me njerëz. Me njerëz të cilët kam parë dorën, ti në kam parë edhe 30 të tjerë. Në Prizren e kom pas, koncertin e parë, pa pare u kon. Edhe dyqysh kur dola aty, në skenën e si shamsu, edhe para me e keni reper, a i bërtit ke shumë. Edhe thash në shta që shtu po do ka me bërtit ku dalë. Se në shta së njët mirë mikrofoni, se unë as nuk isha sound check, as kur gjohë hera por që po dalë. Edhe ke shpia, me dojla, thash hajt po shkoj. U po një festival, si festivale që ma në Prizren. Edhe dola, e veç kolumbianën e kisha. A më pritën ti për mirë, bërtit sha, shumë bërtit sha. Tani kur i posh videot, prap entuziazmi, isha fenomen, adin, dyqysh mi pranojshin edhe dosenet që nëse kisha bo që tashëm kishin kryshzu. Prap kisha vetë besim, edhe që ashtu të bërtit mu doke që te për mirë, adin veç vazhdo që shtu shumë nice. Edhe kur e kryta mas ne e posh që adin duhet pak me bërtit, koncerti dytë u kon në Tiranë, tani aty ja nisa me amor dorën ma mirë, s'bërtit qa shumë. A pet bërtas pak ka njëherë, nuk jam shumë e qetë, ama e kam pjesë të brendit, qysh, për fillimit i kom pas ato pas thirmat, kur kom dollë që ma të egra, kështu që janë mësu me mu njerëzit. Po Tirana si ishte era parë, sepse ka shumë artistë edhe të Shqipërisë që thonë jam më i lumtur, jam më i qetë në Kosovë, jam më mirë. Jo, unë shumë mirë Nina në Tiranë, tepër, gjithmonë më kanë prit tepër mirë, shumë mirë, kom kalu çdo koncert që më konë nuk kanë ndodhur një herë. Nuk kanë qenë kështu se janë dhe kështu këtu. Shohim. Jo, për që se di me mu gjithmonë kanë kalu mirë edhe nështë kom edhe pak muzikën që gjithqysh të shten me këcy, edhe nuk më ishin. Kur e ndjeve ti që the, okay, po bëj diçka që po ndodh diçka me mua, nuk jam thjesht ai goca vogël që i ra mundësia dhe jetë si një këngë. Kur ke ndjerë ti? Ka qenë në një moment ose po? Në fillim, nuk e kom vrejt, veç kom shku me rjedhen, dyqysh qatë shumë ndodhëshin shpejt senet, se unë kolumbianën kërë kom qitë, kon me një herë ka pas bo buj. Po, direkt, me natën e parë, unë jom kon Tiranë kërë kom lancu, edhe kom pas dalë në blok, e nisha kongën tem në për makina, rrugës. Edhe u kon të vërndjenje mirë, veç që dyqysh nështë qatë shumë kom pas besim që ka me ndodhë, sa që nuk mu ka do ke vështirë ose diçka shokuse që ka është ndodhë. Adin kom thonë, okej, qëtash adin peshojnë edhe këta që qa kom po unë dhe i tash. Edhe mas ne pja aty e gjithmonë ka thonë, edhe një kongë, hajtë se adin fati, edhe një kongë u bënën 7-8 vjetë. Kolumbiana si thash mund të ishte një one hit wonder. Pra ishte nga për përshtypje ty dhe që më përshtypje të vazhdon domethënë që shpjegohet edhe me shihen fantastike të luleve, edhe me të veshurën tënde, edhe me mënyrën se si kuron klipet deri në maksimum, është shija jote muzikore. Pra se si ti ke arritur mbas Kolumbianës që u bë hit më një herë, por mund të ndodhin. Ka ndodhur në tërë botën që bëhet një gjë hit direkt u kap ajo muzika, teksti. Pastaj fakti që erdhi tjetra, ishte hit, bas hiti, unë mbaj mend ishte Qeqe, kënga, që e dëgjoja pa fund isha Qeqe, jo Qeqe. E dëgjoja pa fund në mes të detit, isha në skap dhe vetëm dëgjoja, tha, edhe kjo është e bukur, domethënë ti arritet bëhesh, po krijoj një album shumë të bukur me një herë. Tani pyetja ime, sepse unë njoh histori njerëzish që ka këngëtar për shembull të cilët e kanë veshin që zgjedhin direkt një thonë kjo është hit. Ka këngëtar të cilët u thot menaxheri ose ai producenti që shiko kjo është hit, trust me. Ka të artistë të tjerë që në mes të shumë këngëve zgjedhin atë që nuk e bëjnë kurrë të famshme. Tani ti sa input kishe, sa kishe ndikim ti tek përzgjedhja muzikore? Unë këngë t'i bëj vetë, edhe tekstet, edhe të gjitha këngët i ke bërë vetë? Po, krejt i bëj vetë. Roll në herë ka mujt dikush pak një melodi në refren, ose diçka, nështë 3-4 herë, po krejt këngët... Ti ke bërë dhe këngët dhe tekstet vetë? Po. Shumë Taylor Swift e Jo bitin. Jo bitin. Edhe klipin, edhe gjdo sen, e kom pas qatë talent që edhe qatë vesh, nështë ajo më ka beku zoti me qatë vesh që me ditë cila është ma mirë, nështë a kjo u konë edhe
për shkak se që kom gu lloj-llojshmëri të zhanreve të urrit, edhe qaq shumë kom gu muzikë, ton ditën kom gu muzikë, edhe kur kom flajt kom gu muzikë. Kom qitë në dëgjuset në vesh edhe kom flajt në gjumë, nuk kom ujtë me flajt pa muzikë. Ton kohën e kom pas si me nashta me imaginu, jom kon shumë daydreamer si e vogël, edhe jom mësu me diferencu një këngë që vlen, një këngë që s'vlen, edhe di në energji, e di me intuit. Fillim nuk kom pas as një strategji, as nuk kom thonë që kjo është brendi, edhe që kjo është muzika që kom e bo, edhe unë kom e vazhdu qështu. Unë e kom bo kolumbianën, Shqipën nuk e kom pas. E kom qitë kolumbianën, tash kom thonë, ku qa me bo tash, cilën këngë me qitë. Edhe tu eksperimentu në për studio me bitat të ndryshëm. Si anis bite që më pëlqen shumë e din sekundën e parë që kom e bo diqka ose jo. Me njëherë e di, se m'inspiron. Nëse m'inspiron edhe m'jep diqka, idejat e mia kreative rrjedhin vetë. Edhe nuk kom pas strategji as njëherë. Unë kom ndjek rrjedhën e jetës, me kalimin e kohës, presioni edhe fama edhe suksesi, ta jep një farë ngushtimi pak me menu ma shumë edhe mi hi fillit pak ma shumë, me stërmendu situata edhe thu, nështa qëtash është koha me ndru, nështa se është një standard që krijohet. Fillim je ma i lirë pak me bo qka don. Edhe të gabosh. Edhe me gabu, edhe më konë pak amaterski, pak qip. Nuk ka lidhje. Me kalimin e kohës ti duesh me evolus. Si artist, si person, edhe duesh me ndru qatë sen. Unë diversiteti jam ka një mu shumë për mi ndru, edhe me ndjek, më konë me kohën. U konë in alignment, gjithë shka me fatin tem, me shijet e publikut, me shijen tem. Ke pasur momenti që ke pasur shumë ndikim ose ke lejuar njerëz të futen më shumë se ç'duhet në shijet tua? Po, edhe çaj është momenti menoj që i kom bo këngë që nuk janë konë ma të mirat, po është një problem tjetër të artistat se është shumë vështirë me gjetë edhe producenta që të përshtatën, që ki kimi me ta, nështë edhe një stil tri që duesh me bo, se menoj që artisti duhet me rebrandu veten ma shpesh. Jo ma shpesh çdo një vjet, po bilet paktën çdo 3-4 vjet me konë new era, një verzion i ri, me evolu edhe me shape shift. Se qajo të bën ty artist, se ti edhe si person duesh me evolu. Edhe automatikisht, paralelisht, edhe kreativiteti evoluon me ty. Kështu që kjo më ka ndodhë mu, edhe si person jom munu të në kohën me u marrë me zhvillimin personal, me u marrë me energjin, me konë harmonisht, trupi, mendja, energjia, edhe që kjo më ka një mu shumë me qelë nështë edhe new neuro pathways të truni jem, jom munu me mësu gjuhë të reja, jom munu me mësu pak bile vetë na instrument, me provu sene të reja, me eksperimentu, të në konë mënona me ushqy kreativitetin Kjo më faqë është e rëndësishme, sepse të pjesa e energjisë, një nga arsyet pse unë desha të flisja me ty është edhe pjesa spirituale jotja, që duhet flas pak më vonë. Por ajo çfarë po dëgjoj unë tek ty, ajo çfarë po thua ti duke filluar me faktin që ti dëgjoje shumë muzikë të ndryshme, më thuaj për shembull ca këngëtar që është asaj premendja që ke dëgjuar. Avril Lavigne nuk on kështu gjatë që e kom dasht, edhe bile i kom pas edhe flokët si ajo me ato fjet me këta? Me fjet, kom pas të kuqe, son flokët e kafta, mami së mblik kemi bot barda, si ajo. Po me që ato muzikë që kom pas, i kom bo këtu këto fjet e kuqe, me pata bleni skateboard, i Zvicrës, ma pa të nëpru, edhe mësova pak, se në Kosovë nuk ishen rrugët për skateboard. Po, normal, për skateboard tamam duhet... O me gropa në skateboard, kështu të kësi përpjet, edhe... Beq ato pak mundësi e mësova, u bona unë skater girl, dhe me thonë ju më influencu shumë, mas ne e këm pas një periudhë që nga isha shumë Evanescence, po isha sy të zik këto, ato dorzat e zeza, punk rock, rockere. Edhe zërja saj që pa mas ne ja kom njës me ngu muzik Afrobeats, ata të herë së konë me Afrobeats, së konë dance hall, edhe mas ne janisa me ato flokët me gërsheta. Do me thonë gjithmonë jom influencu e jom inspiru. Se kur ti e i vogël, gjithmonë e imiton dikon.
edhe qashtu ja nisin krejt, tu emitu dikon, mas ne e gjen me kalimin e kohës e gjen your essence, edhe stilin tonë, edhe vetën tonë. Më bën habi sepse ti jetë të 20-at akoma. 28. Nuk i ke mbyllur të 20-at. Ndërkohë që unë jam pak më e madhe, thot Samantha te Sex and the City, jam pak më e madhe se ty, shumë pak më e madhe. Dhe Avril Lavigne, apo në një vend i ke përmendur Shaden. Shadeja për shembull ishte në kohën time. Domethënë këta këngëtarë që ishin në një periudhë tjetër. Dhe Avril Lavigne nuk është tamam këngëtare e adoleshencës tënde. Që është pak më herët. Domethënë më bën përshtypje që ke gjetur edhe te Shadia apo te Avril Lavigne apo. Se di pse gjithë kom kërku sene që janë të vjetra. I kom lyp, se di pse më kanë duk ma që kanë pas ma shumë emocion, më kanë donë ma shumë, nështë jam shpirti vjetër, nuk e di. Nështë also, po. Edhe gjithmonë kom studiu muzikën, edhe kom këshyr prej fillimit, kush o kone, kush po knone, kush ka knue, kush ka me knu, gjithmonë e kom dit, edhe për shembull edhe këta që bëjshin covers në YouTube, këngëtarë të ri, dyqysh e desha kush ka brom për më bo, për shembull Justin Bieber. Justin Bieber, kur i ka pas 10 vjetë 11, unë e përcjellësha shumë në YouTube, të bo covers. Edhe njerëz 3 i përcjellësha, gjithë shka që ka bëj me muzikë dokumentare, muzikë, kongë ndryshme, zhanë ndryshme. Unë mënoj isha me nejtë në update, të nditën unë me qëto sene jo marë, me estetika, edhe qëto menoj që tu praktiku me kalimin e kohës, ma kanë kriju qitëshie dhe qitë botë edhe... Ka është kultivimi, se unë e fillova dhe pastaj, para se të ndaleshim tek Avril Lavigne e të tjerë, është pjesa e kultivimit edhe që është shumë rëndësishme që të kultivosh të gjithë kohës ti është gati. Unë kam vërejnë diçka që ndodhë paktën në mbas të 35 edhe 40-ave. është i shprej që kam thënë dhe herë tjetër, është Hans Zimmer, pra është kompozitor i famshëm, i cili thotë në të 20-ta talentin ta jep Zoti. Në të 40-ta talenti është i yti. Sepse ka shumë njerëz të 20-tat që mund të kenë një zë të jashtëzakonshëm, mund të kenë një moment të jashtëzakonshëm në sken, mund të jetë, po pastaj they struggle, qoftë edhe nga ana e spirituale, nuk e besojnë ose nuk arrin të rishpikin veten që është kaq e rëndësishme që e theti, nuk arrin të rishpikin dhe kjo është falë dhe mos kultivimit, se marrin si të mirëqen talentin e tyre. Kështu që më pëlqen që ti je gjithkohës që thua dua të mësoj edhe gjuhë të reja. Çfarë gjuhësh do të mësosh për shembull? Po për shembull vitin e kalum, kur kam pauzu, ja kam nisur të mësoj portugalishtën. Portugalisht pse? Po veç për qef, se e di spanjishtën e di pak për telenovelave dhe mu do ke pak e letë portugalisht, thosha e mësoj edhe portugalishtën me qit rrugë. Edhe dojsha me kretë këto sene i bëj për me zhvillu kreativitetin tem, se mendoj që kur e mëson një gjuhë të re, kur e mëson kur bën diçka për herë të parë, i qel do sinjale tjera në tru. Edhe që ato automatikisht të aktivizojnë anën e djathtë edhe të majtë të trunit, që është kreativiteti edhe me vepru me matematika, logjika. Edhe ti mund është me kriju sene që nuk i ki dit ma herët, mund është me zbulu sene për vetën që nuk i ki dit ma herët, për shpirtin tonë, për zonin tonë, për shembull edhe vocal coaching, unë ma herët më kun rap artiste, nuk kom knu qaq, po që një vjet shkoj vocal coaching me Adelinën e përshëndes, Adelina Thaqin, dhe po du me zbulu qka muj me bo me zonin tem, po du me zbulu hala sene të reja dhe aftësit të reja, dhe i ku muj me shku. Më kujton tani të kjo pjesa e të qenit në vibe, të qenit të qenit të edukohesh, të kërkosh, të hapësh, si thuash, porta të reja, për momentin, po bën një ndryshim shumë i madh në botë e muzikës, dhe këtë po e bën Rosalia, sa po e bëri. Unë kisha para 2 episode që kisha Elhajdën këtu dhe sa po kishte dalë kënga saj, ose kisha marrë veten akoma, kur doli sa kishte dalë klipi, e pash dhe të nesërmen, disa orë më vonë intervistova Elhajdën dhe nuk e kisha marrë veten, thash, se unë dashuroj ku shoh një gjë që nuk e prisja, se ka shumë gjëra që priten, janë shumë të pritshme. Dhe ishte fantastike, dhe fakti që e ka bërë një, se po e dëgjoja, kam gjithë të ditë që e dëgjoj albumin e saj, fakti që i ka dhënë një respekt shumë madh muzikës klasike, muzikës instrumentale, dhe fakti që i ka dhënë që ka vendosur të bëj çfarë do ajo të bëj. Asnjëherë artisti komercial ose i famshëm nuk është pozita për të bërë, ai është guxim, ai quhet që un jam kjo, domethënë ky është formimi im, unë këtë dua të bëj. Edhe pse ajo hyri prap, ka hyrë më interesante se të tjerë në treg me flamengon. Dhe më pëlqeu jashtëzakonisht edhe pjesa e gjuhëve, që si eksplorojnë në gjuhë të ndryshme.
Kështu që edhe ti mund t'jesh atë vibe. Po, Nuk e dini e gjej nëse- shumë po, veten e gjej. në këto atribute, se edhe unë kom qef shumë e eksperimentu, edhe Rosalia ka punu shumë edhe me zonin, edhe me vocal coaches, edhe se i studioj shumë artistat që i du. Edhe e kom studiu edhe Rosalian, edhe rrugtimin e saj, edhe qysh kam rrit, do me thonë njeri prej një që s'ka mujt me kontrollu zonin shumë mirë, nështë e ka pas zonin gjithmonë se me zo lind, këngëtar, do me thonë me talent lind, po qatë shumë e ka zhvillu edhe ka eksperimentu sa që tash po kënon edhe operë. Unë si artiste dhe këtë artistat e tjerë mendoj që duhet me eksperimentu edhe që tash është koha ma e mirë me bo këtë sen, se nuk po funksionojnë mo as në jetë, as në muzik, as në biznes, as në kurgjo, ligjet ose ligjet që kanë funksionu para pandemis, që shme thonë. Tash, dyqysh është një energji tjetër, një energji e re, për që ato pak nështë edhe do artista që jenë munu me njek hiten, me njek trendin, kanë ngecje, s'po din që ka me knu, s'po din që ka me bo, se e hub vetën të e njek trendin. E kur te eksperimenton, e bën me pasion, e bën me dashuri, që bën edhe Rosalia, ajo po dën edhe me vetën me zbulu diçka tre, po dën me pas dhe i ku e ka jo limitin, po qka mundet me kryu, diçka tjetër, se këtë po lypim diçka tjetër. Ai që më trishton në tregun tuaj, unë personalisht nuk e kam thënë kështu, e kam thënë në bisedat ndryshme me artist. Po unë duke qenë se këtë e kam thënë 100 herë, po do vazhdoj ta them, duke qenë se kam bërë një pjesë të edukimit tim në Amerikë, kam qenë brezi 90-s që ne jemi rritur me përveç vokaleve të mëdha që ishin Whitney Houston ato, jemi rritur me alternativën, me këngëtar, me pjesën që unë vishem kështu siç jam, okay, do drogohem pak, po unë vishem me i trikot vjetër, po unë e kam filluar në garazh muzikën dhe do vazhdoj të jem ai artisti garazhit dhe po të jem me miliona, do vazhdoj ta shes biletën $35, se unë nuk e çaj kokës sepse unë dua muzikën. Pastaj kur isha në Amerikë Shia ka qenë Lilith Fair, ka qenë në një nuk kam qenë në një shkollë all women, që ishte vetëm femra, kështu që u rrita me shumë artiste femra, ka qenë një artiste shumë e famshme Ani Di Franco, që unë e dashuroj, është artistja e jetës sime, e cila 18 vjeç i thanë që ti je talent, hajde të bo bjonde kështu, është ajo pjesa që i tha dhe Pingut që i ka dhe në këngë, që hajde në LA, kështu e tha jo, tha do hap studion tim, atër hapi një Righteous Babe Records, dhe e shije në skem njëra se ja i binde kitare, si këndonte. Në unë kam parë shumë artist, kam parë dhe në Shqipëri, dhe deri në një pikë, dhe në Shqipëri dhe në botë, unë shi artistin rock artist, artisti që kjo duket e keq, po edhe alkooli i shkonte, s'duhet pini alkool as drog, po e them kështu si i shkonte, ishte si, më kujtohet dikur ka qenë një jazz singer e famshëm Billie Holiday, që ajo tër vuajtja e saj kishte zë instrumentin e vuajtjeve të veta, po ta dëgjosh Billie Holiday është gjithë vuajtje. Dhe kjo gjëja ka kaq vite që unë për shkakun kam një boshllëk. Këngët më pëlqejnë, i shijoj ka shumë këngë shqiptare. Dhe padyshim i di dhe nga afër, i di struggles, i di lodhjet, i di mundimet, i di tregun që duhet nxjerrësh 4-5 këngë, 6 këngë sa harrosh, nuk e di. Por më duket edhe mua është bërë shumë matematik, është bërë si kauçuk. Dhe më vjen keq ndonjëherë shoh këngëtarë të cilët kanë fillu liceun për të kënduar, kanë pas ëndër të këndojnë dhe tani it's like they're half singing, half selling bodies. Half singing, half selling clothes. Varet edhe për energjisë kolektive. Do me thonë çdo epokë të muzikës, edhe energjia kolektive u kon e njëjtë. Do me thonë në atë kohën është 80-at, ka pas revolucione shumë, edhe muzika u kon me mesazhe, me çka ka pas nevojë populli. Edhe tash njerëz të bojnë muzikë që dej dje kanë bo muzikë që kanë dosh populli. Edhe tash për momentin as populli, as artistat nuk po din çka po dojnë. Edhe që kjo është, menoj, se nuk janë mirë as, do me thonë është një energji kolektive pak, jo me thonë depresive, po pak konfuze me mu përshtat me realitetin e ri. Edhe attention spam u bo shumë i shpejt. Do me thonë, nuk po mund është më koncentru. Këtash kongë që dhezin janë ma shumë kongë TikTok që i gjenë. Unë kongë që i kam playlist, nuk e di as kush i kënon, veç i kam po në TikTok, më kanë pëlqy edhe i kam marrë. Edhe qatë shumë ka informacione, edhe qatë shumë ka
sene për me konsumu, qatë shumë po konsumojmë, sa që nuk është as foaji të artistat. Jo, nuk është, ajo është absolutisht i the shumë bukur, është energjia kolektive, është në gjithë botën kjo. Është energjia kolektive, se nuk është po ndodh veç te na, është edhe në Amerikë, është edhe gjithë patjetër, gjithandaj po. Edhe që kjo është ajo analiza jam që menoj që është arsyeja pse është ndodhur që kjo. Për çato, momenti është me eksperimentu, edhe me gjetë çka po funksionon tash. Me gjetë diçka që ka mesazh, diçka që t'jep një emocion. Unë këngët e mia për shembull mendoj që m'japin shumë vibe edhe shumë emocion, edhe po mundona që këngët me tingëllu qaq jashtë kësaj bote, me të çu diku tjetër. Kur e nin këngën, do me thonë këngë obsesion, unë personalisht nuk e di për njerëzit, po mu më qënë diku tjetër, edhe më nimon me ik për realitetit. Me që energjia kolektive për momentin është pak e ronë, muzika që na duhet është një muzikë që të bën me një diçka. Se njerëzit më thonë ka një herë, duhesh me bo hip-hop, duhesh me bo hip-hop. Unë përveç që nuk po ngoj hip-hop vetë, se s'po m'jep naj emocion, s'di që shmë ta spjegu, naj konga ty këtu e ngoj nështë ta naj herë, po ma shumë po ngoj lloje tjera të muzikës që po m'japin diçka, që po m'qojnë dika. Edhe që kjo është ndodh edhe me njerëzit. Njerëzit ka nevojë për një muzikë që i çon dika që nështë ta pak i ik për realitetit mundan që e kanë momentalisht. Shiko, po edhe money, it's good. Po normal, money is good. Për artistë, për juve që jeni në top, do me thonë, sa jeni 10-15 veta, se nuk është për gjithë. Po, what is bringing money now? Qa është të pru tash pare? Se nuk janë mo hitet që janë konë para 2-3 vjete. Nuk janë mo ato të funksionu. Ato metoda, ato ligje që i kanë kriju vetë, pa lidhet hitet veror, hitit imror, nuk po funksionojnë mo. Tash duhet me eksperimentu, duhet me evolu si persona, duhet me marrë me mbrendësin tonë, paralelisht me evolu si artista, nuk kanë qare, ose me të brapa, ngec, ose duhesh mu kfill, njona, edhe duhesh me ngu zemrën tone, qka është për ty, për shembull, nështë unë i bëj do këngë që ty nuk t'japin as një emocion, po është një qike vogël atje, që i jep diçka, i jep zo, i jep, nështë ja kom spjegu një emocion që ajo nuk din me thonë me fjallë, nështë hiç nuk kom thonë kur gjo, energjia që ja kom jap kur e ka një atë këngë, i ka dhonë zemër, i ka dhonë mbështetje, se që ajo është muzika në fund ditës, është frekuencë, duhet me dhonë diçka, nëse nuk t'jep ty, jep dikuj tjetër. Për të gjithë artistët ka audiencë. Ti e di që unë kam nga shprehjet e tua nga një këngë, është një shpreha ime tash, është një edhe femrën e ta marrë kam fase, është the best. Sepse unë kështu jam, në fakt kështu ka qenë dhe jeta ime, edhe në qoftë se edhe në lidhje, kush ka qenë ish, gjithmonë më ka ndash shumë mua. Kështu që gjithmonë femrat i kam të mia, kush do të jetë, domethënë, edhe ka pëlqyer shumë ajo se ka qenë kështu, sikur më shkonte mua. Dhe ka vërë edhe në hip-hopin tënd, pavarësisht se okay, kishte kanë qenë edhe gjëra të tjera që përmendje, jo kokainë, jo por ke dëshirë ti që të tregosh që femra është self-sufficient, e bën, unë jam këtu, e bëj, domethënë në mënyrën tënde e ke pas shumë të fortë të pjesën, shumë të nevojshme. Kjo të ka rastë ke shkruajt vetë apo jo? Po, edhe çdo sen që e them e mundona me deliver çaq bindshëm, sa që ti si dëgjues gjithçysh ke me një qatë sen. Atë një kom do këngë që i ngoj thëm me shku me rejna jo me rejna atë kuptimin, po qatë shumë t'jep zemër, sa që menon që jetë trimi botës, edhe do që si kom release, halo, kom jo release, asi të po reklam. Edhe munona qatë energji me dhonë, qka do që e thëm, qka do që e bëj. Edhe kolumbiana, edhe shqipe, edhe gjdo kongë e jamja, kurenin, qfar do zhoni që është, delivery is on point. You like it or not, atë pëlqen ajo, s'ka lidhje. Delivery është gjithmonë on point, edhe që kjo edhe njerëz e nin, e reflekton. Unë mendoj që je shumë i që në pjesën eksperimentale, në fakt që do të eksperimentosh, në fakt edhe në po të shohësh edhe në Spotify në top listën, ka filluar tani është futur shumë muzikë. Ka qenë një farë kohë për vite me radhë që ishte hip-hopi. I love hip-hop, do të thënë shumë nga artistët e hip-hopit janë gjithmonë shumë të mirë dhe t'japin, natyrisht janë fantastik, shumë prej tyre. E vërtet. Por disa janë poet, pa parë. E vërtet. Por është futur muzika prap. Kurse ajo që kam parë në Shqipëri dhe se rrim që me vonesë.
na duhem një çiko. Tash unë besoj që është fundi fare. Unë për mendimin tim është fundi sepse është futur pak një dëshirë dhe shoh shumë meshkuj këtë. Kam parë shumë këtë verë, kam parë shumë edhe në video dhe kështu, dhe kur kam qenë afër nëpër plazhe, fuqia e reperave meshkuj, të cilët bravo qof punojnë, por edhe gëzimin dhe hovin edhe gocave përveç çunave, më vjen keq edhe për çuna për gocat, që t'i gëzohen akoma gjërave që teksteve të dhunës të këtyre që i ka kaluar, e po t'i marrësh me muzikën, po i kalon koha dhe andej. Pra këtu vazhdon akoma dhe mendoj që është fundi se s'ke ku të shkosh më. Jo, s'ki mo që me thonë mo, i kena thonë krejt. Sa të po djegin këtë vit, po dishin skena për disa prej tyre. Edhe, për shamë kërëm kone vogël, e kom gutë të pake, nejse a i ka posët edhe to plot kongë sensibilizuse me mesazh të fort, po ka posët edhe këto komerciale që ka thonë komet mytë, komet ta bo kështu, komet ta bo ashtu, ti e kështu, ti ashtu, unë jam ashtu. Edhe mendoj që u kry mo, abde nuk po kena mo që me thonë, njerës ka nevoj për emocion që shtash, nuk ka nevoj kërkush mo me të një ty tu e livdu vetën, edhe tu kalzu sa kje rajki, edhe sa u kon cool, edhe kur je nështa edhe Gen Z, ose kur je adoleshencë, kur ki ma shumë hiperaktivitet, është cool, edhe nuk i qef mi i fellit e me ngu një kongë edhe me menu shumë. Ki qef një kongë që ta rëkton për momentin edhe ta jep një farë vetë besimi. Edhe që kjo u konë ka funksionu disa vjetë. Është hera par një histori, e kom po një lajmë që nuk ka në Billboard 100 kongë hip-hop në 40 banë. Që për herë parë një histori nuk e di cilit vetë ke. Që kjo është ndodhë në këtë botën, nuk është veç të na, domethënë. Arsyeja është energjia kolektive prap. Se ma herët menoj që njerëzit janë konë shumë superficial, kanë menu që parja të bënd të lumtur, kanë menu që me pas shumë femna, ose shumë aden të bojnë t'japin vlerë, edhe ajo energji mo nuk është të mbizotru. Tash është energjia e transformative, me gjetë vetën, me gjetë diçka që ka vlerë, se si përfatësoret mo nuk po funksionojnë. Juve të hip-hopit, pra shko sa ke qenë në hip-hop, keni dhe kulturën e bifit që keni tuaj. Nuk e di se ti ke qenë përfshirë në bifet, a i kishe të vërteta bifet, apo ishe pjesë e kësajt, se jam kurioze për të bifet. Unë bifet, dyqysh i ku marrë gjithë shumë qesharake i në atë kuptimin qesharake pse po bojnë këto kështu, po nuk i ku marrë seriozisht kurrë. Edhe që jo menoj që më ka majtë shumë në avantazh, se unë nuk jom lidh emocionalisht me ato që mi kanë thonë, ose i kom thonë. Po njëse ke përdor dhe një qikë, se fleti, nuk kurse... Po i kom pas funny, nuk i kom pas kur dhe në atë pikë menoj që me ofendu dikon shumë ranë, abden dhe në atë pikë personale. Ma shumë i kom pas në përgjësi, generale, tani e kap ke dikon, unë se kisha problem, se ishke prap arktuse, se ishke pjese hip-hopit, ishke pjese brandit, tem, edhe po tashmo, dyqysh, edhe bifat menoj që e kanë hupat lezetin, aden s'po është mua as interesant. Ti si e, qa ti bi, është e vështirë punosh me ty ose të feature, me ty të bashkëpunosh, je komode, futesh direkt, apo je ftohtë? Ma herët e kom pas ma të letë, kur kom bo hip-hop, kom pas ma të letë me bashkëpunu, me gjithë një gjutë për bashkët me njerës, po që ta shkove të hundit që e kom dru shumë zhanërin, po mdo këtë pak e vështirë, me bo që a kom bo ma herët, edhe mu përputh në është ta frekuenca me njerës që po bashkëpunoj, se po mdo këtë që kom shku qaq me një rrugë tjetër kreativisht, sa që nuk po di me gjetë një mes me njerës tjerë. Se pe kom një bot shumë ndryshe, jo që unë e kom një bot matë mirës, po du me thonë me lutu vetën e këta ma keq. Tjetër, po është tjetër frekuencë, edhe qëtash pak pe kom ma problem se që e kom pas ma herët. Vetë pe kom ma letë se po jam 100% që ato që po du me dhonë vizionin se ka njëherë tjertë kanë tjera plane, tjera vizione, tjera ide, është normal ma fështirë.
Nëse për shembull marrim në hip hop me Kreshën edhe me Lyrical Sa ke goditur në të dyja edhe te pasitet edhe tek Po kur janë edhe artista që janë shumë talentum, është shumë ma lehtë. Edhe që janë tepër që janë edhe ata që bojnë tekste, që bojnë vija melodike, e kur duhet te me bo vjen melodike edhe tekstin edhe për tjetrin, është pak ma aden problem. A kur janë krejt kreativ, është shumë okej. Ti përveç se je rapper, përveç se u fute fort, edhe ndenje fort, je dhe seksi, femër, si ke përballuar këtë perceptimin që mund të kenë për ty kjo botë burrash për rreth? Unë jam një shumë krenare me veten, se menoj që me kon një pi reperave më të mirë, femna dhe meshkuj, në një industri, në një zhanër që është i dominum pi meshkujve, është goxha jo ndoshta privilegj, po njihesh pak si e veçume, si ma ndryshe, si adin është një farë ndjenje e mirë. Po nuk e kom një kur atë shme thonë diskriminimin, jo pse ata nuk kom qesin mu, për shamë kur thojnë cili është reperi të preferum, 10 reperat e tu të preferum, nuk e kanë zakon mos me shtini femën aty. Pse mos me shtini femën aty? E vërtet? Për shamë edhe Nicki Minaj e ka këtë problem. Nicki Minaj është ma e mirë se 80% e reperave në Hollywood, me thonë. Nështë 90%, 99%. Edhe kërkush nuk munohen të nkohen qysh mja hek kredicat edhe mja ull pakat madhështin, kur s'është nevoja. Unë nuk e kom dje, se unë e di pse ndodh kjo, e di mentalitetin e qësoj që apo ndodh, edhe nuk kom prit për validim të gjinis mashkullore, ose me më krasu, se unë e di shumë mirë vlerën tem. Unë nuk është që brengozna shumë kush po më pranon, kush po më thirr, kush s'po më thirr. Unë me rëndësi me më dash Zoti. E burr kjo. Kryesisht thonë më dash publiku, kurse ti the Zoti i pari. Zoti është me rëndësi më dash, tani edhe publiku është shumë mirë. Si e ke ti marrëdhënie me fansat? Ka njerëz që i duan pastaj, do të thënë okej, të dua po sa më larg teje, se bezdisëm ka dhe njerëz që rrinë, flasin, bëjnë, si e ti në këtë? Unë fansat i du shumë, i kom kryesisht rini, për që ato edhe qatë shumë i du sa që kom qelë edhe një fondacion, se e di që shumica e fansave të me janë rinia, do me thonë moshat prej 15 dhe 25-30, edhe 20 zemra, s'ka problem. 40, 50 rinia. 50 rinia. Edhe kom dasht me dhonë për komunitetin edhe për ta. Munona në fillim ma shumë kom komuniku, se kom dasht me ju dhonë kurajo, me ju dhonë vetbesim, me ju dhonë nështë edhe me këshilu, po tu rrit ma shumë fama. Nuk mund është me au këthy krejtve, nuk mund është me komuniku me krejt, nështë i ki edhe problemet e tua, i ki edhe punët e tua. Për qatë arsye, kom kryu edhe njona për arsyeve, kom kryu edhe fondacionin që me dhonë për komunitetin. Unë do them që për fondacionin, të japësh për të ngrënë, për mua nuk është bamirësi, të qosh qese buke. Është një gjë, okej, bëje. Por të krijosh mundësi, kjo është bamirësia më e madhe. Dhe mua më ka bërë përshtypje që kur e kam parë lajmin që ti kishe kontribuar në financuar një laborator apo jo? Po. Më thuaj pak më shumë? Për gazetari. Për gazetari. Unë nina tepër mirë kur jap. Jo me dhonë pa mendje, me dhonë aty ku duhet, ku e meritojnë, edhe ku e din që ka brom që e nxerrin qatë mirën. Se për shembull, ka njëherë janë njerëz që nuk i kanë kushtet, po kanë shumë potencial. Edhe na si artista menoj që përveç muzikës, edhe me menu veç për veten tonë, edhe për me bo kongë tona, me bo koncerte tona, duhet me menu pak edhe për fansat, edhe për njerës që po langojnë. Edhe mënyra ma e mirë është ata që dojnë minimu. Do me thonë ata që dojnë edhe që kanë potencial, edhe që kanë brum. Se ja she hajrin edhe ti, ja shojnë hajrin edhe ata, edhe ja she hajrin edhe këtë shteti, edhe fakulteti, edhe gjithkush. Kështu që ka njëherë thojnë edhe minimu ku s'duhet të kthehet keq.
Kështu që duhet me minimu ku duhet. Jo, ajo ishte geniale ajo jotja, geniale. Më botë e bëjmë, po këtu kanë ndihmuar, po në këtë lloj forme kjo është shumë e rrallë. Ke dhënë lek për të krijuar një mundësi. Dhe jo për sot. Pra, ushqimi më i mirë se sa edukimi nuk ka, ushqimi i dhënies mundësive. Është pak a shumë si një logjikë e një lideri të mirë. Ke menduar që mund të iniciosh gjëra, pra si e ke këtë pjesë e leadershipit? Ka disa lloje të liderave. Ti mundesh me bashkëpunu mundesh mos më kon vet lider, mundesh me bashkëpunu edhe me lidera të tjerë. Unë këtë rast, përveç që jam vet lidere një lloj tjetër i liderës, e kam edhe ekipën që janë lidera, e kam menaxherën Rina Malsori, është menaxherja jam, ajo. Po pra, më pëlqeu fakti që dhe femër Rina, dhe kemi këtu. Po, ajo është, domethënë, si me thon, struktura e lumit. Lumi me ujë jam unë, ajo është struktura e lumit. Idetë që i kam unë, ajo i bjen njetë, do me thonë me anën teknike, i organizon senet, i bën, edhe kur ki njerëz që e kanë vizionin e njëjtë, e kanë i njëjtën e njëjtë, e kanë senet që ty të mungojnë nështë ta. Me punu me njerëz që ti e din, je i vedishëm, sa din, sa ki kapacitet, sa duesh me ditë, me mësu, nëse se din. Edhe i gjendo njerëz që të mungon, që i kanë që ato senet që ty të mungojnë. Edhe kur krijon një ekip till, unë e kom kriju vetë ekipën për fillimit, kom gjetë njerëz që i kryjnë punët e veta që shduhet. Do me thonë edhe që janë lidera, edhe që janë toft, edhe që janë njerëz të mirë. Edhe qështu, suksesi është i pa evitueshëm menoj. Kur bëhen bashkë disa lidera dhe disa mendje të ndritura, atëherë nuk ka qare pa pas rezultatet mira, herë do kur, se nuk dorëzohesh, krejt e keni atë shpirtin luftarak. Edhe qështu vjen edhe suksesi, qështu vjen, veç duhet me kont njëtën frekuencë, është e domosdoshme që me pas njëtën frekuencë. Atë e pash të Rina, se unë kam parë lloj menaxherësh në fakt, edhe ka menaxher që janë bashkëpunëtor, ka dhe menaxher që duan të jenë çik më mendojnë që e din, ose ka menaxher në intervista që kanë ardhur, nuk është se ka shumë menaxher në Shqipëri, po kam shumë eksperiencë që kam parë lloj menaxherësh, ka që janë kështu shumë controlling ose që nuk besojnë shumë, kanë frikë ai që do thosh, të rinë nga mbrapa. Më shumë se ç'duhet dhe ndoshta edhe e dëmtojnë atë, kurse e pash Irina kishte një lloj qetësie dhe ka i besim tek ty, ishte shumë bashkëpunim. Po Rina është edhe është e rëndësishme mi pas edhe senet e veta, mos më varë domethënë menaxheri piteje, këtë ardhurat mi pas piteje. Kur ka jetën e vet, kur e kanë të gjithë jetën e vet, po ty të kanë për qefi, për shkak të vizionit, për shkak të qëllimit për bashk, për shkak se po doni me kriju një frymë të re, një frekuencë të re, dhe me bo për publikun, për krejt, atëherë që kjo është ajo që është e rëndësishme. Mua më bëri përshtypje edhe diçka tjetër, dhe këtë po e them, sepse një pjesë e madhe këngëtarëve ka dhe tash ndoshta me kalimin e viteve janë pjekur çik më shumë, më bëri përshtypje shumë dhe korrektesa. Jo vetëm korrektesa, erdhi tash për momentin kemi bubullim sipër, ishte e stuhi dhe u vënove pak, por gjithë procesi edhe nga Rina, domethënë gjithë procesi deri këtu sa erdhe, se normalisht ti the po, para shumë kohësh folëm bashk, dhe unë u habita që morën telefon dhe datën që the datën erdhe. Seriozisht tash unë ta Marta kujtoj njerëz, unë jam mësuar që do t'i kujtoj edhe dyera, do e bëjmë as do e bëjmë. A do vish, jo do vi tash u vonova, jo për një sekond. Edhe ishte shumë e këmbë në tokë kjo gjë, ishte shumë professional. Sa e vështirë është t'jesh korrekte në botën tonë ballkanse. Nuk është e vështirë kur ki parimet tjera, kur unë për shembull me të premtu diçka dhe mos me majt Nina shumë keq. Nuk flaj natën, domethënë, nëse unë të kisha thonë po vi edhe më mdal tani jo s'po vi, ose kur unë të kallëzoj drejt, kur muj me ardh thëm po, kur s'muj me ardh thëm jo m'fal një herë tjetër. Po në raport me tjerë dhe të qenit e mirë, të qenit e sjellshme, të qenit korrekte. Varet sa e meritojnë. Se ka njerëz që e vuajnë shumë të gjë që dhe ta thonë dhe prindër mos i ka që e mirë. Pra i dhe e mirë, po mos i ka që e mirë. Mos i mirë me njerëz se nuk ta ti si ke përballur të pjesën e. Mendoj që duhet më koni mirë, po me pas kufi, me pas boundaries, me pas limitet e tua, edhe m'ja u kallëzu njerëzve limitet tua, se njerëz ka një herë mirësinë e marrin për naivitet, edhe brishtësinë e marrin për dobësi.
kjo kon edhe rasti jam se unë kur kom dojnë fillim, jo kon pak ma e egrë kështu në skin, po jo kon shumë e bresht, edhe shumë e re, edhe shumë pak nështë edhe naive, edhe që kjo pak i ka bo njerëz me keq kuptu edhe me ma shfryzu shumë qato sen edhe me më marë për të keq qena. Mas ne e kom kuptu që jem kon people pleasing të njetën, për një kom pas një meditim një natë, edhe tu meditu, për një moment i kom ndjekit traumat e mija, për shamu si beb, që nuk bën me kajt mos kaj, atë që janë shqiptarët e na. Edhe e kom ndjetë që jam kon people pleasing, e kom kuptu, kon si realizim që e kom marrë pa pritmas. Edhe pja të momenti, ja kom njës ma analizu vetën edhe e kom pas që e kom pas shumë të vështirë me thonë jom një tepër keq për njerëzit. Edhe ka njerë e kom qitë para vetës njerëzit. Po, kur teprohet shumë për njerëzve, vjen një moment që ja nis me thonë jo. Nështë është pak vështirë në fillim me thonë jo, se jem su të njetën. Nuk është sikur i humë njerëzit. Po, nështë tani është keq, kur se nuk dënë tjertë mu një keq për shkak tonin. Edhe që kjo mundet me të shkatru, kur nuk dënë, se nuk është qëllimi të asë përgjësia jote me i bo njerëz më një rahat. A mendoj që ndryshon people pleaser njeriu që a ndryshon do të totalisht? Se di a ndryshon totalisht, unë menoj që kom ndryshu gogja, nështë a i kom edhe pak 5%, se di am hekën a i herë këto 5%, nështë a është pjesë e karakterit prap që nështë a është mo people pleasing, se tash për një me i kom ato limitet e mija dhe nuk është që e kom pas vështirë fillim me thonë jo, po tash thom jo edhe s'ka as arsye tim pse jo. Edhe po njina shumë rahat edhe shumë rahat në lëkurën tem. Nuk ka ma mirë, është nështë edhe pse zonit të dridhet najherë se me thonë të vërtetën. Se nëse se thu të vërtetën e vunë ma vonë shumë, e vunë vetë, e vunë edhe njerës që nuk ta kanë pas për bërgjë, ti me thonë jo, po, pse të ka ardhë keq edhe tani me dalë jo, edhe ty me të kryu, se ty të kryot me qata njerës që ti i thu po kur zdën, të kryot edhe një resentment, një inat in the back of your head, që ja merr inat e njerëzve kot. Edhe tani ajo energjia bëhet shumë toksike, bëhet një cikël që nuk e din as vetë ku e ka fijen edhe qysh me dalë. Ke pas do i moment, se të gjithë, edhe unë kujtoj të momente që kanë qenë kështu, aha, njerëzit që nga dhe kështu, se dia. Kujton do i moment që ke këtë aha moment, i thonë anglisht, që, pse njerëzit, pse bëjnë këto njerëzit, të me thënë? Kujton do një situatë, ndoshta edhe pa thënë emra, po, që interesant dhe observimi mi parë për natyrë njerëzore që they're not all people pleaser dhe sometimes ato i vën limitet dhe ti thua, pas ka limitet veta, unë vetëm mos pas kam. Unë kom menu që njerëzit, kër jam kone vogël, kom menu që njerëzit janë shumë të mirë, thellë. Thojsha njerëzit menoj që nështë i kanë traumat e veta, po thellë, kretë janë drita. Tash nuk menoj që kretë janë drita. Tash menoj që se cili njeri ka një mision të veten, dikush e ka mision vish me bo keq. Vjen jetë, vish me bo dëm. Qaj është misioni vetë. A ki po dove që sa do të këqejën nuk i kthehet. Pse? Se misioni ati është me bo keq, me shake things up. Edhe që kjo kon një për realizimeve që më ka qudit pak. Se edhe tu kon edhe people pleasing, këto njetën ku menu që ketë janë të mirë, edhe unë duna musil mirë me njerë, se ata po din ma shumë se one. Ata po aden nuk bën mi bo muni keq, nuk bën muni ata jo rahat, që nuk është përgjësia jam. Njerëzit mi bo muni rahat. Përgjësia jam është me bo vetën muni rahat, edhe me thonë ato që menoj, edhe më konë sa ma autentike në veprimet e mija, në ato që jam, edhe në çdo send jetës tem. Po duke ditur këtë, duke kuptuar këtë, që ka dhe njerëz që nuk e kanë dritën, sa do t'i gërmosh, nuk e kanë atë dritën që ti mendon se e kanë. Si me pritshmërit i tani? Ndaj njerëzve. Jam shumë observuese. Nështë edhe që më ka kalu në shaja në Virgjeresh, se jam shigjetar, po tash më ka kalu dhe Virgjeresh atojnë që janë ma perfekcioniste, ma overthinker, edhe nështë është që kjo, ose është që kom ropi dardhës disa herë, tash i observoj shumë, i analizoj shumë njerëzit, i analizoj gjuhën e trupit, i analizoj që ka dosh me thonë, pse më tha kështu, pse tha ashtu, pse çdo sen jam shumë
detajiste. Po parajonojake të ka bërë? Të qenit në famë, të qenit me lloj njerëzish. Pak, po e kontrolloj, e menaxhoj, e alkemoj. Jam mësu shumë mirë mi alkemu emocionet, edhe ky u kon qëllimi jam pi fillimit. Do isha shumë që ato që pi ndjej që nuk po m'pëlqejnë me mujt mi alkemu diqysh edhe mi çuna drejtim që është profitabile për mu. Mi alkemu në emocionet mira. Tani më qenë përmend e gocën e vogël që ke qenë, edhe se çfarë mendoje për njerëzit. Qa është një gjë që se ke humbur nga kur ishe ajo e çmendura që i bëje të gjitha? Po vesh pjesës së muzikës, heqim atë pjesë që okay, se ke humbur atë pasionin. Po, më kanë thonë që mban fort që të vjen keq. Kanë thonë shumë njerëz që se di a pendjen edhe ti, po që kam energji fëmijërore. Kur të mshell live, kur rrin me mu, e kam pak energjinë fëmijërore. Artistat gjithmonë e kanë qatë energjinë fëmijërore, ton jetën dreamers. Gjithmonë jena dreamers, gjithmonë jena ç'më thon hopeless romantics of life. Edhe nuk e hupem kurrë që ato. Unë halo për shembull pikturoj, kam asi coloring books i vizatoj. Kam loja në iPad që i luj, që i kam lujt kërë më kone vogël, që janë lojna për fëmijë, po i luj halo. Do me thonë, munona ton kohën me rujt qatë brishtësin, thellë dhe qatë fëmin që e kam, edhe ton kohën munona me komuniku, me meditu, edhe mi dhonë shumë dashni qatë i fëmis, edhe më konë ajo që unë kisha pas nevoj me pas offer kur jam kone vogël, edhe menoj që e kom arrit shumë edhe jam shumë krenare me personin që jam, menoj që Tina e vogël, se Tina më kanë tirë këm kone vogël, menoj që i shkon shumë krenare me personin që e kom kriju sot. Me Tajnën. Po. Si ndihesh me emrin Tajna? Qa është për ty? Është emër që tash është për përdorim publik të përgjithshëm? Ke lidhje me Tajnën ti? Jo mësu me nuk është që ka naj emni si emër naj histori thellë që e kom zbulu që nuk e kom naj lidhje shpirtërore me emnin ose diçka. Veç që tash jo mësu me si Tajna, po prap për mu Dorontina, përveç që është një emër shumë i bukur, që më pëlqen shumë, është edhe ajo brendësia jam që prap nuk du me hub kurrë. Oprah Winfrey thoshte që vjen një moment, tha, i famës, ku emri yt, tha, nuk është më yti, kur e sheh, thjesht përdore nga të tjerë si të dojë dhe ti sheh emrin tënd, tha, dhe e shef dhe ti, tha, fillon e sheh dhe ti si lajm. Po për që ato po thom jo mësu me Tajna, nuk e di, e Dorontinën mënona me rujt. Si e përballon ti këtë pjesën e si ke menaxhuar pjesën e emrit tënd që mund të përdoret apo ke shpërdoret apo të shpërdorohet, e kam fjalën gjithmonë në media Jo mësu, nuk është që vjen diçka e re, edhe pse nuk është që jam diku kur se s'di pse e kam pas një energji që gjithmonë më kanë ataku të qysh, edhe kur më konë që si më konë e famshme, gjithmonë emri jem osil, ose në shkollë, ose në mahall, ose në qytet, për diçka që su konë e vërtet. Edhe dyqysh pregadit. Mos ke efekti Malena ti. Pregadit zoti pak, për nështa më ka pregadit për mu bo ma fort, që kur të bona me famë, me përballu ma mirë, edhe për një me përballoj shumë mirë, nuk është që nështa një herë muj mu bo nervoz moment, me diçka që e shoh, që s'është e vërtet, që është absurde, që s'm kujtohet hiç se tash i harroj, nëse më pyet tash cila është nuk e di. Mos më pyet se nuk i mojnë men, se çaq shumë nuk fokusona, munona aton kohën me ndru fokusin, se çka fokusohesh rritet. Bile isha shqetësu, mos me më shoh kërkush. Kur e bona fondacionin, më lëvdojshin krejt, edhe dyqysh nuk disha që shmuni. Adin, faleminderit, edhe ish keni ndjen shumë e re, se si shamsu mos me më shohit kërkush. Hyre pak shu, se Delia e Zez e quajmë ne, po nuk jeta mam Delia Zez, po hyre në treg dhe je kështu si... Në më thë, je në mainstream, je tek starat, te pop starsat, je atje sipër, po prapi ke qenë kështu si e veçuar, sikur
kishe features, po s'ishe, kupton janë këto gangs, the gangs in music. S'ishe part of the gang. Gangs of, si thashëm, not the gang, the government gang, not the music gang. Ke qenë kështu si më vete dhe më bëri përshtypje se po dëgjoj një intervistë të Madonës dhe shumë e çuditshme, që Madonna është the star, dhe ai tha un kam qenë vetëm, tha, i bëja vetë gjërat. Isha kështu e veçuar, tha se nuk më donin asnjëherë. Tash po të duam super, do me thënë ty të njihte edhe isa po linduri në fund të Afrikës, kupton? Dhe e lloj fame. Edhe ti më je dukur në pjesën tënde, si do thonë njerëzit krahaso me Madonna, është tjetër, është botë tjetër. Po t'ishte, pra janë thjesht botët janë, po edhe kohët edhe se ne jemi direkt, po i futemi i këngëtar tuaj, jemi pse krahaso. Çfarë duket vetja, po. Çfarë duket vetja. E thash unë se tha ajo se kishte Madonna. Por që edhe ti më je dukur pak kështu si ke qenë kështu si në cepin tënd. E kom kuptu që në estradë, në muzikë, në përgjithësi në industrinë e muzikës, pak njerëzit janë si hienat. Të keshin ftyrë, a ke parasysh atë filmin e Simbës, Lion King? Patjetër. Hienat, kur shkojnë te luani. Shumë po dojna, kur në moment dobësie munojnë me të shkatru. E kom vrejt për fillimet, unë si audiencë i kom menu pak ma ndryshe. Edhe kur kom hinë në industri, e kom një energjinë, se e njën, edhe unë nuk mu bo, kishe shumë po du. Po ku shëndron frika ty që i kthen njerëzit në hiena? Çfarë frike kanë? Se Po, ti ke koncerte në sken, tjetri ka pe a merr ti gjithë data. Menojnë që nuk ka vend për këtë, menojnë që duhet më konë vish një vend, vish vend i parë, edhe ti ndoshta ki ke stilin tjetër, ndoshta ti nuk krahasohesh me mua, nuk mundesh me thonë ti se pi marrëm nuk po du me krahasu The Weeknd me Lana Del Rey me veten. Letësoj. Amo, për shembull, nuk mundesh me thonë që The Weeknd është ma i mirë se Lana Del Rey, ose Lana Del Rey, se i kanë dy botë ndryshme dhe janë shumë të mirë në ato të vetën. Unë nuk i kisha cilësu kërkon numër 1. Dyqysh, se cili e ka botën e vetë edhe është numër 1 në botën e vetë. Hienat e ke fjalën për gjinin femror apo të gjinit? Jo, dy gjinit, për krejt. Unë nëse du ty si artist, unë ta thëmë, ti shumë i mirë je dhe të suportoj. Po momentin që ti nuk e kit njëjtën energji me mua dhe unë e një, atëherë nuk kam arsye unë më bo shok e shoqe me ty, edhe më bo kishe po duhem veç pse na dy bashkë kur t'jemi në për story edhe në për TikToka na rritën viewsat. Aden, mun primare kam energjin, edhe kam besnikrin, edhe kam autenticitetin, edhe mu një rahat me personin që po rri. Nëse unë nuk një na rahat, edhe në paqe, atëherë unë s'kom pse me najt matë. Si ta marrë vesh, ku me ditë sa me dasht. Nështë ta du shumë, shumë du. Po momentin që ti ma vërteton që nuk je, i duhuri, unë në mo nuk du. Më dronë, si me pull. Nuk është që vuju në tani mas nej. Do me thonë, mo e ki kallëzu ti vetën edhe, okej, respekt për ty, ama në distancë. Edhe që kjo u konë edhe me nëj edhe me tjerët. I kom do në estratë që i kom pak ma ofër se të tjerët, po me kërkon nuk e kom kështu me thonë teze mu bo. Teze. Thojmë Kosovë. Teze, po dost, apo se toni, dost është tjetër. Po dost. Teze shumë i shumë Teze është kur bosh shumë... Kur bëhesh shumë i afër, se ne teze kemi ndryshe. Kur një gocë për shembull tash është bërë që... e kom po që këta se kanë problem. Unë një për shembull do që njerëz menojnë që janë tepër shok, po qas thojnë për një tjetrin. Edhe rrinë ton kohën bashkë, edhe unë që dita. Edhe që kjo dyqysh më ka bo me thonë, kur i kom po edhe me një tjetrin, ma shumë më ka bo me thonë, prej se kjo nëse ja bën këti që po rënë që e në gjeqës 20 vjetë, mu më hanë krejt. Edhe që kjo më ka bo me u distancu. Më thuaj kështu shpejt, që të vinë në mëndit, sa njerëz që ti realisht you love them in your business. S'po themi atë që you don't love, pa atë që you love, emra që të vinë me një herë. Që Yle, për shembull, Yle është shumë i mirë. Yes, he is. Kida është shumë e mirë, Durata është shumë e mirë. Ka plot që janë shumë të mirë. Unë s'po them për artistat, ma shumë janë njerëz e tjerë, dyqysh, që janë në industri, se artistat. Artistat apet, dyqysh, i kuptoj, se na i kalojmë senet e njëjta bashk, edhe i kena eksperiencat e njëjta, i kemi të hekmet e njëjta, traumat e njëjta, edhe menoj që duhet me kuptu ma shumë një tjetrin, edhe mu bo ma shumë për një tjetrin, se me këqyr një tjetrin me ego, se që shmuj me kuptu, unë një artist nuk mundet kërkush tjetër me kuptu. As qka hek, as qka i pëlqen, na
qaq shumë mujna më konë ndryshe sa jena edhe qaq shumë të njëjtë. Edhe që kjo menoj që duhet mu hek ajo perdja e egos edhe projektimi me ego edhe mu konë ma suportus për një me një tjetërin. Edhe empatia, njerës që jenë empatik i nimon ma shumë se është e kundërta e narcisizmit. Tani jenë edhe ado artista që jenë artistat mdhaj. Tani aden po ka edhe kësi edhe asi. Shtu që duhet më konë balansi, duhet më konë dëtë. Edhe narcistat duhet me egzistu. Se mës me egzistu ata mo kejtë mirë, s'ka kuptim. Megjithatë, sa do empatike, sa do gocat janë e kam më shumë për gocat. Meshkut janë tjetër qenie prap. Ato ne jemi nga Venusi, ato vinë nga Marsi, ka qenë një libër dikur. Pra janë planet tjetër. Gjithsesi për goca, sa do empatike, sa do me këmbtok, sa do gjithë gjërat bukura që thash, prap në marrëdhënie për shembull, në marrëdhënie intime, më duket sikur të gjithë femrat e zonja, femrat e arrira dhe sidomos që janë në këtë lloj biznesi. Nuk e di ti si e ke ndjer këtë gjën. A mund të kuptohesh ti në marrëdhënie? A është e vështirë të ndihesh e kuptuar? Është e vështirë se ka shumë meshkuj jo të shëndetshëm qarkullim, edhe intimidohen për suksesit të një femnës. Që shtash edhe ma herët edhe në muzik, munohen me t'i hek vlerat pak, se nuk jeti reperi, njoni për reperit, ma të mirë. Nështë ta projektimet e vetat pasigurisë dhe egoja fragile i bën pak me konkurru me ty, me një farë mënyre, edhe të konkurrojnë fsheftaz, që edhe të shohin nështë ta kur jeni femën e suksesshme të shohin si trofej, nuk shohin si qenje, shohin si një figur imagjinare që ata e kanë projektu si pas çka po di imagjinatës vetë, edhe ti e trofej që ata duhet me fitu, që me rrit egon e vetë, fragile, me kallëzu shokëve që unë vlej se kështë çfarë femën e kam. E unë këto, që kjo që shke e suksesshme, e ula e shkatrova. Shiko, po edhe nëse nuk është ky lloj mashkull, është një djalë i mirë, një djalë vërtet i mirë. Po, nëse është kem të folë për jo të shëndetshëm. Po, edhe një më i shëndetshëm. Pra mua më duket shumë e vështirë, sidomos në botën tuaj të artistëve, që një njeri do muajt e parë mund të jetë okay, nëse nuk është i profesionit tuaj, që mund të jetë do i facë. Po pra që jo vetëm kuptoj, po thot, ti do i thua shika unë të arrit se kam koncert në Zvicër, deri në ora 4 mëngjesit, pastaj do vi prap, kam intervistë me Dalinën, do vi prap, ndërkohë ai gradualisht do thotë ora biologjike, fëmia, ndërkohë ti thua një sekond se mua më erdhi një propozim nga si marshmallow tash erdhi nga David Guetta. Te një sekond, sepse këtë e di, e kam folur, para 2 javësh po flisem me një artiste që është buk në profesionin e saj deri në 2027, më tha Dalina është e vështirë të mbash lidhje, thash s'po kuptojmë, sa do të mrekullueshëm ja, tha. Unë këtë kam tash të bëj tërë jetën. Nuk e di se si ndihesh ti te kjo pjesë, se deri ku mund bësh kompromis ti. Me të kallëzu drejt, jam në një moment tjetës që nuk mirëna me këtë temë. Edhe nuk e kombenu me ta këty përgjigjen. Po, çka më i me thonë është që është vështirë nështë ta, se unë për shembull edhe një këngëtar mashkull t'i shkon, e kisha pas nështë atë vështirë me kuptu, edhe pse jam edhe vetë këngëtare, se i ki nështë ato kriteret e tua, ose pasigurit e tua, ose gjelozit e tua, qa po di. Amo ka raste nështë ta që e kanë gjetë, që e kanë gjetë gjuhën e përbashkët edhe e kanë kuptu një tjetrin. Ka nështë ta partner për të gjithë, ose s'ka, nuk e di, nuk muj me thonë, nuk është që jam eksperte e kësaj teme, nuk është që më breng shumë, ose më shqetëson, se që the edhe vetë jam shumë self-sufficient, edhe nuk kam nevoj me mdash dikush, ose me më kujdes dikush, ose me më kuptu dikush, nëse më kupton mirë, nëse se më kupton, okej, prap, nuk jena për një tjetrin, si në shoqni, si në familje, si në çdo sferë tjetës. Nuk është që një shumë, se nuk e kom fokusin shumë në atë pjesë që me pas prioritet. Prioritet e kom ma shumë mirëqenjen tem dhe karierën tem. Nështë është pak egoiste. Po tash jo, ne se 28 ke kohë që të fillosh të shqetësohesh, pastaj se fillon. Nuk është sot për ajo që po të diskutoni edhe për muzikën që është vala, është rrotull. Po mund të më kone vështirë, nështë ta për një njeri bazik që nuk ka lidhje me këtë botë hiç.
Po nështë ka edhe raste që mujnë edhe me kuptu, nështë ka, s'po di, si dihet kur nuk e din, nuk mundesh me folën përgjithësi. Po nuk është e çuditshme për shembull që ti mundohesh kaq shumë arrin në këtë moment që jeti 28 vjeç që flet me këtë vet aktualizimi që ke arritur edhe spiritualizmin edhe me leximet që ke bër. Pra ti ke arritur që dhe përveç të self-sufficient, ke eksperiencë që shumica në moshën tënde nuk e kanë, sepse kështu është vetë profesioni yt. Dhe është pak e çuditshme për shembull që njëri dhe thotë pastaj vjera ka një mendim. Po, a di që shumë mdokët të Alisin me që se muhabete mu, mdokët që jëm të jetu me një planet tjetër, edhe këta kanë ardha alient, edhe jëm të folë për vjera. Ta me thonë gjithçka, mdokët shumë, se qatë shumë nuk e kom fokusën në kësi tema, sa që mdokët një tem aliene, një tem jashtëtoksore. Po, edhe duhet jetë një alien në fakt që standardi, do me thonë, sidomos në shoqërinë tonë, martesa, vjera, holla, tezja. Dhe sidomos edhe këtu në Shqipëri dhe ju këndoni, ti thua këtë, po ndërkohë keni Kanazhezhin, të atë tradit Kanazhezhi, martesën një gjë e madhe. Po, e vërtet. Se s'merdhe në martesën, të erdha në martesë. Jo, se ki thirë, se më thirin dasëm. Jo, se më thirin dasëm. Do me thënë edhe pastaj jeni ju këtu edhe një moment, thua, si mund të, me këto muhabete, si mund të pushje mund me 80% të njerëzve? S'puqesh heq. S'puqesh do. Fati. Gjatë gjithë përgjigjeve tua ke treguar këtë pjesën e spiritualizmit që unë doja që mos ta prekja se doja ta prekja gradualisht. Por edhe kur folëm bashkë kishe shumë dëshirë dhe unë nuk doja sot merja intervistë për të nxjerrë lajm. Ke dhënë goxha intervista gjatë vitit kaluar, janë dhënë lajmet e tyre, shkëputja u bë e famshme, kënga u bë e famshme. Kishte momente dhe mua nuk më interesonte edhe bisedës sonë nuk e kisha synimin. Synimi im i brojshëm gjithmonë që të klikojmë, absolutisht, nuk që do klikosh patjetër që është tajna e tjerë. Po do ketë njerëz që do thonë, "Oj se se kjo nuk tha emra, nuk e tha këtë, po foli për gjëra, unë ndoshta se kuptova mirë." Por është një gjë fantastike jotja, unë të kam ndjekur edhe në Instagram, edhe her pas here gjatë bisedës që bëm bashk, e kuptoja që ti ke një botë shumë të pasur. Edhe është ajo eksplorimi që po i bën vetes që është kaq i rëndësishëm dhe kjo paqja që po gjen. Njerëzit akoma nuk e kuptojnë se do të thonë ti je paqe me veten. Mendoj që kjo është gjëja më e lartë. Edhe pastaj të jesh paqe që të kesh edhe atë forcën pastaj për të përballur gjëra që jeta ti sjell rrugës. Dhe ti besoj ke pasur edhe një moment të vështirë që kishe me babain të që edhe për këtë ke folur, që edhe ajo të ndihmon pastaj që se si të mblidhesh apo jo si ti të përballesh. Unë mendoj që pak para se mu bo dritë është shumë terë. Edhe është një thonje që thuhet që gjetën kur don me gjujt, e ngrej një herë mbrapa shumë. Sa ma shumë që e ngrej mbrapa, qaq ma përpara shkon. Edhe që kjo u konë gjithë somehow motoja e jam e jetës. Momentet kër i kom pas ma të vështira në jetë, unë mrena thellë në shpirt e kom menua dhe e kom ditë që nëse është ka bo e që ka shumë keq, para me nësa mirë ka mu bo. Nuk pe thom me thonë këto për s'po di mu do kun që jam shumë s'ko momentet këqia, unë kom momentet këqia dhe sot që kom këtë vedije. Po munon ato në kohën me gjetë zgjidhjen edhe me gjetë të mirën në qasoj, se për një me është e vërtet sa do klishe që është si thonje, që gjdo e keqe e ka një të mirë, e ka. Edhe gjdo problem i ka disa zgjidhje, ose një zgjidhje ose disa zgjidhje. Vish dush me po, me qelë qatë nivel të vedijes që mi po senet, mu koncentru, mu kon prezent edhe mi po, mu qëtsu, mi ndje emocionet e tua edhe prap se prap me vazhdu tutje. Edhe që kjo më ka një mu shumë se e kom vërtetu. Unë kër jam kon shumë keq, talim ka ndodhë diçka shumë e mirë. Edhe eksperienca njetë më ka bo me ma vërtetu qëtë belief që e kom qëtë besim. Edhe kom me vazhdu me pas gjithmonë këto, edhe që kjo më nimon me konë ma optimiste, edhe pse jam konë gjithë optimiste shumë për natyrës, si shigjetare. Po, edhe eksperienca njetë më ka mësu që për një me është e vërtet kur s'rën e ngecme në probleme, është fjalla, kur lyp zgjidhje, kur lyp shpres, kur lyp drit e gjenë, nuk ka shansa mos me gjetë, e gjenë, lutësh, kom bo afirmime, kom shkru në ditar. Unë ditar kom shkru prej
nështë ta klasës parë, ditar. Nuk e di pse, nuk e di pse u konë arsyeja, po nështë ta na jetë kalume mos jam konë shkrimtara, nuk e di. Amo gjithmonë kom pas qef me shkru në ditar, se më ka nimu shumë me pa vetën ku jam, me pa çka po ndjej, me pa njerëz, me vrej do sene që nuk i di, me manifestu, menoj që shkrimi është magjik për me manifestu, paktën sipas eksperiencës tem. Edhe për me alkemu e kom shfrytzu shumë, me shkru për çdo emocion që e kom, që e ni, me deshifru, me deshifru ku pe ni, pse pe ni, për çka fitosh ka vjen, në cilën kohë e kom ni për herë të parë këtë emocion. Kujt a është jemi emocioni, se s'është as jemi, është projektimi dikujt tjetër, se na jena qenje si sfongjera, i marrim edhe energjitë e njerëzve tjerë, edhe traumat, ose ankesat, ose diçka sa do të vogël që ti nuk e vren, nështë ta me vedije tashme momentale, po e ki in the back of your head, in your unconscious mind, në nën vedije, e ki qatë regjistrim, të regjistrohet, jeton kohën të regjistru, trupi regjistron, ka memorje, mendja ka memorje, gjithçka ka memorje. Edhe vendi që ke ku ullna unë, këto, për shembull, ka memorje. Është energji që kjo, tash energjia, jam këtu disa ditë, nëse se pastroni energji, ka me mitë. Lene se për hajë. Edhe që kjo më ka nimu shumë. Çfarë ke bërë ti përveç ritualeve që të kanë ardhur natyralisht? Çfarë ke bërë për të arritur këtë ndërgjegjësim? Çfarë librash ke lexuar? A ke marr ayahuasca? Jo, ayahuasca nuk e marr se tutna shumë, edhe nuk e di sa i besoj, ma shumë kisha pas qef, do me thonë, vedia, nuk e di a i besoj këtu në ayahuascave dhe po ka njerëz që shkoj për shembull, ishte ajo Love Eat and Pray, dikush shkoi në Bali, dikush po e ke gjetur ti? Unë kam lexuar shumë libra, çto librat që i kam lexuar ndër vite më kanë ndihmuar shumë, gjithmonë i kam lexuar librat self-help. Se që shtash prej e vogël kom dash me lyp përgjigje, me gjetë vetën, me njoft vetën, jo marrë me numerologji, me astrologji, me psikologji, kom këshyr dokumentare, kom pas qef me pas një shkop magjik që i plëson këtë dëshirat e mija, edhe gjithë qysh e kom lyp qysh me pas unë një shkop magjik. Jom konë shumë fmi me fantazi të madhe, edhe shkopi e magjik që e zbulova u konë ligjit tërheqjes. Me ligjit e tërheqjes e kom studiu shumë gat, kom mësu shumë gat, edhe kom lezu shumë sene për to, sa që dikur me një moment tash aten i kom hi felli qash shumë në këto tema, që kaloj për ligjit tërheqjes, dull ligje tjera, dull sene tjera, sa që thash ponojlna se aten step by step, ka dal-dale. Ti jete quantum field të këto, fusha kuantike dhe këto i ke të tëra. Po dhe që ato të nkohen, do me thonë mira me e studioj shumë. Edhe menoj që tash jëm, qatë shumë e kom praktiku, sa që tash jëm master manifester. Muj me manifestu sajnë për shembull edhe të bu hajgare me ty diçka që thëmë bohët. Dyqysh është, nështë e çuditshme, nështë njerëzit nuk e besojnë, po kjo është eksperienca jem edhe unë kom kallëzu edhe ma herët për fillimit, unë kom thonë, Zotit e kom pas një bised. Kom thonë, nëse unë bona e suksesshme edhe i mri ëndrat e mia, unë kom i mësu edhe njerëzit e tjerë. Konë si deal, marrveshje, a i s'ma ka këti përgjigjen. Ka këtyre. Se mos më kalojmë në halucinacione, mas ne i dojmë pas kaluar kjo. Edhe kur ka ardhur momenti, do me thonë që më ndodhen, unë kom ndasht me kallëzu, unë kom ditar prej klasës 8, që i kom shkrimet, për shembull jetën që e kom tash, i kom të shkrume. Unë kom harru që a kom shkru, se unë si maj men, ka njëherë çuditna dhe vetëm, kum pas ka ronër men, kjo kruti këshyri, për shembull, kom qef ka njëherë me këshyri këto të vjetrat, për me ditë në çfarë faze jem konë, qysh jem konë të menu atëherë, dhe qysh po menoj tash, mi krahasu, edhe këtë shto më ka nimu shumë edhe ligjit tërheqjes, mas nej, e kom kuptu që ma mirë është ka njëherë mos me marë kry, që thojnë, me pas, ka njëherë ki do dëshira që nuk është mirë mu bo për ty. Edhe kom kuptu që se cilja i kena një fat, një jetë, një kontrat të shpirtit që na duhet me përjetu
qoftë me mësime, qoftë me arritje, qoftë misioni që e kena në jetë. Edhe është mirë me lon me rrjedh qatë vetë. Edhe çdo sa në jetë nuk të ndodh ty, po ndodh për ty. Që kjo është mësimi spiritual. Do me thonë ndodh për të mirën tonë, edhe e keqja që ndodh është e pa evitueshme. Në fillim kom menu, për shembull, në fillim të rrugtimit tim spiritual, kom menu që është krejt drita diellit edhe ngjyrat e ylberit, jeta edhe njerëzit edhe unë. Tash këtë po manifestohen senet edhe unë tash çdo sen është mirë në jetë, po nuk është e tillë. Rrugtimi spiritual është shumë i vështirë, se duhesh mu përballë edhe me hijet e tua, me traumat e tua, me senet që ti nuk je i vetëdijshëm nështë për momentin që i ki. Jo ndyqysh si nivele, si loj, është nivelet e vetdijes. Ti nështë edhe tash nuk e kam atë vetdije me kuptu do senet që i kam para syve. Tash nështë e kam vetdijen mi po do senet që si kam po ma herët, edhe thom qysh se kam po atë sen ma herët, kur u konë gjithë obvious, u konë këtu. Po, e kom kuptu po ashtu që çdo sen ndodh momentin e duhur. Nështë atë për shembull unë kom pas nevojë për me mbjetu, për më konë people pleasing qatë kohë. U dasht më konë people pleasing për me mbjetu. Nëse si shakoni shkon këtë rrugtim tjetër. Edhe të këqijat që i hi, edhe të metat që i hi, edhe imperfeksionet që i hi, janë shumë të nevojshme për ty për momentin. Po ti kur lufton edhe punon, se fjallë pak negative, kur punon. Betej është ajo. Po, me një farë mënyrë, po s'kisha pas që me afirmu në këtë mënyrë, edhe punon drejt qasoj për me gjetë dritën tonë e tonë kohën, për me gjetë vetën tonë kohën, me rigjetë, se humbe rigjenë, nuk mund është me ik këti cikli, sa do i vetëdijshëm që mund është më konë, sa do edhe psychic më konë, nuk mund është me ik jetës edhe për misionit tonë që kjo arë në jetë. Edhe kom vendos që mos me manifestu sene që mu më tekën, po kom qef për shembull 1 milion euro, mi pas edhe hajde ti manifestoj 1 milion euro. Manifestimet e mia sot, ma shumë përmbajnë përveç që menoj që janë në paralel me misionin tem tjetës që ma ka caktu Zoti, që se e ndin shpirt, e ndjen, e njeki shumë zemrën tem, e njeki shumë shpirt, ato që më bën mu një mirë. Tash, veç senet që janë për mu i du, që ka vendos Zoti që janë për mu. Ka njëherë më kanë plësu do dëshira që këm kuptu që ma mirë, dosht, mos më pas plësu kjo dëshirë. Është i shpreh e bukur, të kujdes kur dëshiro diçka sa të bëhet. Po, se mundet me të bëj, është e vërtet. E tash lypi përveç për veten, lypi qysh tash për shembull kur du me bëj një kong, nuk them qysh më me bëj një kong që i bën 2 milion views. Them qysh më me bëj një kong, bëj pyetje, nuk kam afirmim me bëj pyetje. Qysh më me bëj një kong që ka me prek zemrën e krejt botës. Çka ka nevojë bota me kriju une? Edhe qështu në fakt e kom kriju si ajin, qa ka nevoj bota me kriju une. Ke për të pyetje e shkruaj pa? Po, qysh më me kriju një kong që ka me shëru, që ka me prek këtë botën kur tani në shpirt. Duke folur për energjinë, po të them një shprehje që është në këtë gjuhë, që ti ke të hapura portat, se fakti që ti e ngre pyetje si mund ta përqafoj bota këtë, dhe thua fjalën bota, pra portat janë të hapura, se mund thoje të bëj një këngë dhe më thotë shkoj edhe në botë. Ti nuk e di se kush është bota, ti nuk e di që ishte edhe në Amerikë, se kjo këngë dëgjoj edhe në Amerikë që është e vështirë pak të dëgjoj në Amerikë. Edhe pse ka ndryshuar biznesi muzikës, atje mezi shkojnë si ai ishte në Amerikë. Po sidomos në gjuhë tjetër, në Amerikë është shumë problem. Po, fare, ata gjuhë tjetër. Zero tolerancë ato ndaj. E vërtet. Dhe kjo ishte, më thoshin njerëz në LA që dëgjohej, edhe në New York. Po ti ke pas portën e hapur se ti që e vogël e ke parë këtë gjë. Domethënë si thua edhe u kon destiny, u menoj që u kon destiny. Nështë se dia është ligji tërheqjes, a është destiny, a kom mujtë me parashiku. Edhe e rëndësishme për të dëgjuar, se ty do të dëgjojnë shumë fansat të tu që janë ka dhe moshë të vogël. Është e rëndësishme që mos tallesh me veten. Fakti që as e vogël, as kur e shkruaj këtë, nuk e tall me veten si ke thënë kush ma qa bote po them, unë bë këtë, hajde aty tash i bëjmë ca këngë se ky është vendi. Kjo është e rëndësishme se ti në një anë je këtu në Shqipëri, në tregun shqiptar, e ke kuptuar që në këtë treg je mirë. E thënë ke dëgjuar një intervistë që the fole andej, takove Marshmello, ishte në LA, fole, po jam okay këtu. Domethënë
këtë je okay me këtë, por prap nuk është se është okay se ke vendosur ti ose ke vënë kufizime vetes. Nuk e kam It's like- nevojshme me thonë pa tjetër, kam qef, normal, këtë artistat kanë qef mi u rrit audienca dhe mi u shpërndo arti vetë në krejt botën. Është knatësia ma e madhe e artistit, sa do që muj me thonë une, s'kam nevoj për validimin e tjerve, prap se prap është qef i madh. Edhe, po, nevojshme nuk e kam. Nuk munona edhe mos me pas, pa tjetër. Jo me knaqne me ato që i kam sot, edhe mos më bo edhe një kong tjetër si ai, nuk është problem për mu. Nuk është as pak problem për mu. Unë prap du me kriju senet që mbojnë mu një mirë, edhe që menoj që njerëz ka nevoj për që ato. Se i observoj edhe publikun, edhe energjin kolektive observoj shumë, ku janë, qysh po njihen, edhe e gjeni mes asoj që peni unë, edhe asoj që penin ata. Edhe munona me bo një kombinim mes komerciales edhe artit. Nuk i kam këtë komerciale, nuk i kam edhe këtë artistike. E kam një mes. Është ma vështirë me gjetë një mes, se me bo njënë nëse tjetërën. Edhe këtë që to faktor e kanë bo, do me thonë, më kanë bo me mri të që kjo tajna që jam sot. Atëherë Tana, duke të studiuar ty, duke ditur pasionin tënd, duke ditur për pasionin tënd për të gjetur paqen në këtë botë shumë kaotike, spiritualizmin, faktin që ke imagjinat, faktin që shkruan vetë, edhe faktin që i kultivuar duke parë, duke dëgjuar, duke lexuar, unë mendova të bëj diçka ndryshe. Po e them ndryshe sepse unë mendoj që i kam shpikur unë në botë këtë, dikush e bën, kam zbuluar një herë kur ka pas bërë diçka që mendoja që ishte origjinali imja, që dikush e kishte bërë në Amerikën Latine, të njëjtën gjë, kështu që minds think alike kudo, por unë thash, çfarë do bëj me Tajnën, diçka që të përplaset imagjinata ime me imagjinatën tënde, si krijuese. Atëherë, në psikologji, meqense ky është, unë kam në një emision tjetër ku njerëzit tregojnë historitë e tyre, aty uret një psikologe, shpeshherë shumë ndjenja, shumë ndjesi, shumë eksperienca tregojnë nëpërmjet simboleve, që sidomos me fëmijët. Është bërë kjo që u tregoni fëmijëve foto, sepse ato nuk mund të shpreshin dhe pastaj ata fillonin edhe ose vizatonin vet, siç ke vizatuar ti e vogël kaq shumë, ose e lexonin në mënyrën e tyre me imagjinatën e tyre dhe ti kuptonin diçka. Unë futa në ChatGPT dhe krijova imazhe, ashtu siç unë mendova që dua të krijoj imazhe që mund të përkisnin dhe mund të gjejë veten. Kam 6 imazhe, të cilat unë do doja që të merrja direkt reagimin e parë, se çfarë sheh dhe çfarë të lidhim me këtë imazh. Kjo është e para. Unë mundova ta bëj që të ngjante ty, po nuk e Si pamje e parë, po më lidh shaja horoskopit, zgjetar, si pamje e parë. Peshon një grua shumë luftarake, një grua që e din çka don, edhe e gjun shigjetën sakt në atë caken që e don. Edhe është shumë e sigurt që caki ka me mri aty ku kjo po don. Po shihet sy pa trembur, edhe shumë e vendosur si në sytë e saj. Kali ka dhe diçka që është ajo fjala e bukur, kalerimi Gallup që ndonjëherë kaleron më shumë se ç'duhet, domethënë sidomos për kuajt e egër. Nuk e di sa kali i egër je ti ke qenë në jetën tënde. Ka dhe pengesa pastaj që duhet e vërtet është, e vërtet. Ka njëherë janë nis me ngajt edhe snalër të ngajt edhe nuk e din sa e lodhshme është. Edhe aty e gjej veten. Po është natyrë e gjysmë kalit, gjysmë njeri, natyrë e personit. Kështu që vjen prap leshëm, se është pjesë e karakterit, pjesë e qenjes që u zhvillu. Me konë si kali, me ngajt. Kjo është në fakt, nuk është imagjinata ime, kjo është frymëzuar nga piktura Ofelia nga Hamleti. Ofelia një vajzë që dashuronte Hamletin, filloi pastaj të fantazonte, kaloi në romancë, kaloi një lloj delirimi, edhe e vrau fantazia e saj, e vrau, e trishtoi, kjo dishme, është ujë, lulet, ndërkohë Taylor Swift e riktheu prap këtë imazh kohët e fundit. Mu duk shumë grounding, si natyrën e kam shumë afër zemrës.
nështë kë e ka bo dhemshme këto si artist, po unë kur pesho këto, pesho një person që është shumë i qetë ofër natyrës, apo njët shumë i sigurt edhe shumë grounded. Natyrën e kom tepër shumë për zemër. Lullet, pemt, detin, malin, frymën, shion që po bjen, mumurimën. Çdo sen ma jep një emocion shumë të veçantë që asnjë sen tjetër material nuk mundet me ma dhonë. Shkëputesh ti, shkon në... Shumë, me natyrën, sidomos konektona shumë, me lullet, me tokën, kom qef me dal pak puca, zbathur. Edhe kom qef edhe mu konektu, me komuniku, me mi hek ato që kom nevoj me mi hek, është shumë grounding, është shumë qetësu se sistemi jemi nervor natyrë është tjetër nivel. Do me thonë pak muzikë edhe pak natyrë, që ajo për mua është parajsa në këtë tokë. Edhe qëto kur pesho, për shembull, unë nuk pesho një figurë trisht, pesho këto të e relaksume, një me natyrën, të meditu. Shumë interesante. Ndërkohë kjo është e relaksuar, po kjo si të duket. Është një vajzë që po kërcen në një bonfire, në një zjarr, rreth njerëzve shumë të thjeshtë, duken si të fshatit. Kjo po m'doket se performanca e mia kur më konkuronal rryma, që edhe pak flok aty që me të pas pak dritë se s'pas ka rrym. Edhe tu valzu, tu kërcy main character energy, kjo goca, me shumë vetbesim, me shumë, po m'doket pak edhe si ritual rreth zjarrit, me një tribe që ka traditat edhe ritualet e veta, ceremonit e veta. Muzika gjithmonë është, do me thonë, t'jep një kushdo që është të performu, të bën mu kon prezent në moment. Edhe këta këtë njerës po doken që jenë prezent, edhe kjo qika po doken që është prezent, edhe dur që për bën qëto, unë kove të fundit bëj shumë somatic exercises, edhe nëse ti i hop durt, edhe bën këto lëvizjet që i kumë bojnë të CI, për shembull, në somatic exercise i bojnë kur dojnë me kriju hapësir në aurën e vetë, në energjinë e vetë. Edhe mi hap dur që shto për mu është shumë, do me thonë e bëj shumë shpesh këtë ushtrim, edhe bile është edhe me hek edhe imposter syndrome, është e mirë për nëse ki imposter syndrome, nëse ti krijon hapësir me dur për rreth dhe bën vetëm ta shpjeguar pak se imposter syndrome se ose e kam pasur dhe unë që edhe këtë ti ke pasur që nuk e beson që Pasi ajo është pak a shumë që ti nuk e beson suksesin tënd. Besoj që nuk e meriton. Jo, nuk e kam për suksesin, e kam disa sene tjera. Edhe se mund është me pas edhe në sene tjera, që një është imposter. Po që nuk e besoj që e meriton. Po, edhe për që ato edhe kom e bëj si ushtrim. Edhe që ato kër e pash këtë qikën, ma dha që atë ndjenjen e njësë, edhe unë e kom pas lëvizjet e njëta në CI. Kështu që kjo është që për qa po shoh të Ma më përqen edhe modestia që po flisë pak më para për artin, që shiojt edhe në një thjeshtësi kaq, do të mjafton tjetë muzika dhe mjafton tjetë vibe-i. Pa futur komercializmi, lekët, sa bërë këtu, sakrifime ke. Edhe këta kretë pa telefona, prezent, në moment. Pa telefona. Tu e ndje muzikën të gjithë. Këtu, qa të vjenë? Energjia universit, gjithë shka edhe kur gjatë njëkosisht, qysh djellin edhe i lirët e kanë pas simbol shtu shumë të rëndësishëm në spiritualizmin e vetë. Edhe është e vërtet që edhe shumë ancient populations, populata shumë antike të tjera, gjithashtu e kanë pas djellin. Edhe për mu djelli mu personalisht, djelli më jep shumë energji, më jep shumë pozitivitet, edhe munona shumë edhe me meditu kur ka djell me solar plexus, me chakrën e tretë që është chakra e energjisë pozitive të besimit. Edhe djelli ka qatë shumë energji sa që e transmeton frekuencat e veta këtë universin. Edhe është qatë e mirë si mozaik e bome, sa që po duket pak si llojet e chakrave që janë. Do me thonë, gjithë shka në këtë jetë, në këtë univers, është mozaik edhe ndodh, është matematikisht e sakt, është
si mi bo me vizore, do me thonë frekuencat e gjdo sen, gjdo gjëje në këtë planet, është perfekt. Edhe kjo, po ma jep qatë ndjen që, do me thonë djeli, frekuencat, energjia perfekte, precize, që është du të me konë, sa do e keqe që mundët më të duk, prapë është perfekte, si gjdo gjë në planetin tokë, edhe terri, prap është kur gjë. Nëse këto drita nalën, nuk ka dritë, është këtë terë. Gjithçka edhe kur gjë. Që kjo foto për ma jep, do më thonë universin. Ekziston edhe se ekziston, që shme thonë. Pa, beson ti në një zot apo që zoti është universi? Unë besoj në zot. Beson në zot. Po mundë dikush i thot univers, po menoj që energjia është e njëjtë, ka emnat ndryshme. Kjo, po ma jep ndjenjen që njeri gjithmonë jetë munohet më ngrit me shku shkallëve ndryshme për me mrit dritën nalt, edhe kosh që shtash gjdo problem ka shumë zgjidhje. Edhe këto shkallët simbolizojnë shumë zgjidhjet që mund është me marë rrugtimet ndryshme, më shku majtas, djathtas, po prap se prap kretë qojnë të drita, që është misioni jetës tonë, edhe drita jote. Kështu që çfarë do shkallë që mund është me hyp te, ose me shdryp, për me mrit e drita, prap se prap kanë me të shu të venin njëjtë. Mua kjo në fakt më pëlqen shumë kjo gjë, do ta bëj her pas here sepse unë e pash ndryshe dhe unë pash edhe se më kujtua kemi pasur të ftuar dikur që tha ai ishte shumë spirituale dhe në fakt ai fliste thoshte që flet edhe me botën e përtejme dhe i thash po ferri ku është? Tha ferri është tokë, tha sepse njerëzit asnjëherë nuk janë të lumtur, tha gjithmonë janë kërkim. Edhe nuk e di se si është opinioni yt për të, dhe sidomos edhe për njerëz që janë të suksesshëm që arrin diçka, do të thonë edhe në botën tënde. Lumturia mendoj që është emocioni i momentit. Paqja është ajo që na duhet më shumë te në vend tokë. Ajo me kultivu paqen. Po ferri në tokë mundet më konë. Mundesh m'ja bo vetit ferri në tokë, mundesh m'ja bo edhe parajsën. Varet te qysh animon, varet çfarë karma ki, varet me çfarë rrethi e lejon me najt vetën, çfarë vendime i merr në jetë. Po prap se prap, unë mendoj që rruga nalt çon te drita. Cila do rrugë çon te drita? Optimizmi shigjetarit. Dhe këtë e zgjodha, kjo është shumë konkret, është Phoenixi, që rise from the ashes, që ngrihet nga hiri, edhe ribëhet prap, dhe kjo ishte edhe ndoshta e dhash një çik frymëzova dhe nga simbolika e se si u bë kënga aj dhe se si ti dole vetëm. Është shumë interesant që e ki zgjedh këto, se unë gjatë kohës kur jam konë në pushim, në pauzë, e kom pas, do me thonë, lock screen, Phoenixin. Vërtet? E kom pas lock screen, gjatë kohës kur e kom kriju si aj, se e kom gjithë shumë vetën në ato që simbolizon Phoenixi, që për një men jetë mund është mu bohi, edhe mundën me menu krejt që ti nuk ka mo kur gjo aty, edhe ti nështë ta mund është me menu na jherë, po qaq shumë mund është muri me këmbë pi qasoj flakës që është të kallë, sa që krijohesh zog Phoenix, nuk jemo zog i zakonshëm, bo është Phoenix, zog me zjarë. Plus, përveç asaj, unë në horoskopin kinez i thojnë Phoenix Mouse, jam Fire Rat, edhe nuk e kom ditë, e kom marrë vesh kove të fundit, edhe tash po m'lidhen shumë sene dhe shumë interesant, që kur gjë nuk është koincident, po që po ma prezenton edhe ti këtë imazh, se e kom për një me një lidhje shumë tafër, sidomos një vitin e fundit me Phoenixin. Këto ishin ato që kisha për ty, interpretimet. Ndërkohë unë e thash her pas here edhe theksova që je në paqe, por tani do ta bëj pyetjet e ty, a je në paqe? Po. Paqe jam për shembull ka momente, nuk mundesh mos me pas momente, nuk mundesh kur më kon paqe 100% ton kohën, ki momente, po prap kthena në bazë, prap kthena në mirëqenje, prap kthena munona me qetësu vetën, më kon shoqja jem ma ngushta.
më kon aty për veten, me qetësu veten, edhe me bo veten mu një ma mirë, se nuk ja vlen për kur gjë, çdo sen është kaluse, çdo sen është momentale, ndron, jeta është e tillë, cikli është i tillë, nëse si shkon e keq, as mundet më kon e mira, edhe paqja, këtë paqe njerëzit nuk e din terrin që e kalon për me mri, po kur e mrin është, do me thonë, nuk don me hup mo, edhe e vlerëson shumë. Se mund është me pas për shembull kur je i ri ki paqe, je okay, je chill. Nëse nuk e ki një jetë shumë të vështirë është fjala që pi rrethonave të jashtme. Po tani kur ja nis më përballë pak me realitetin tonë edhe me do sene me pas pak ma shumë vështirësi në jetë, mund është me hup pak paqen. Unë paqen e kom lyp shumë gat, se e kom hup një kohë, që u kon çudi për mu, se kur nuk më ka ndodh. Edhe e kom gjetë prap, edhe tash e kom shumë të rëndësishme me rujt, edhe munona hermetikisht me mbrojt qatë paqe, edhe pse e di që nështë nuk muj me pas konstant, po munona mi marrë vendimet që më qojnë, edhe më lojnë drejt paqes. Edhe ka njëherë jeta për shembull mundet me të dridh pak, prap e di që nuk është dënim që unë duhet më kon tash në paqe, është një mësim që duna me marrë, prap me dalë në paqe. Kjo është menoj energjia, emocioni ma i lartë që mund është me pas paqja. Paqja është, ma herët kom menu që lumturia është ma rëndësishme, po sot menoj që paqja është ma rëndësishme. Lumturia ka edhe një intensitet pak që t'lodh. E paqja është e qetë, është okej, merr vendime ma të mira, i don njerëzit ma shumë, i këqyr ma kjartë senet, edhe... Lumturia është dhe pak marketing. Shpërdor pak, është si Christmasi. është pak si Krishtlindjet. Pak po. Që e kërkon atë dhe e shet shumë mirë, dhe me thënë, ti eshe lumtur, si ti eshe dobo që ti eshe lumtur, si të hashë ti eshe lumtur, dhe me thënë, dhe ke pjesa, e kërkoj njerëzit e lumturin, po... Dhe është e çuditshme se duke kërkuar të lumturinë komerciale, mund të jesh i lumtur duke bërë një dush, të thëj momenti dhe me shumë momente të thjeshta njerëzit në rrugës. Domethënë kjo gjë është shumë e bukur. Po dhe lumturia i ka do momente, nuk është ton kohën që një jesh i lumtur se edhe lodhesh, më kon ton kohën hormonat e lumturisë mi pas nalt harxhohen. Ja. Gjithsesi për mua ishte një lumturi që kjo ishte një surprizë e bukur. Më pëlqejnë këto janë gjëra të vogla të thjeshta që ti nuk e pret dhe mua më pëlqen shumë që e mora sot ajo më gëzoi, domethënë. Më gëzoi. Unë nuk kënaqej shumë me këtë intervistë dhe më pëlqeu shumë fakti që mësova shumë prej teje. Mësova shumë edhe mendoj që përveç faqes ti po shijon kaq shumë edhe këtë zbulimin e vetes, edhe po shijon kaq shumë duke lexuar, duke bërë, kështu që mund ta kesh në të ardhmen patjetër që ti do i vazhdosh me muzikën dhe do ta bëj dhe pyetjen e fundit për ata që po presin thonë ku do jetojnë me këngën tjetër, se duan diçka konkrete. Por që why not ta eksplorosh edhe në mënyrën tënde ashtu siç ti ndihmove me pjesën me një gjë konkrete si laboratori që për mua vazhdon është një nga kontributet më të jashtëzakonshme që unë kam parë nga artistë shqiptar. Mund të jetë edhe ky kontributi tjetër nga spiritualizmi, e thënë në mënyra të ndryshme, qoftë edhe ardhur edhe në formë arti. Po, që shtash edhe më herët, unë një shumë kënaqësi kur jap, edhe kur jap aty ku e di që ka brum, edhe tani fryti i rezultatit është suksesi i këtë aty në studentave ose trive ose kondo që unë vendosi me fondacion me supportu, jo me një mu. Ndërsa me muzik, e kom një kongë që kom e qitë tash shumë shpejt. Atëherë, kjo intervistë del të martën, që është data 25 nëntor. Dhe kur do presin? Kongën kom e qitë me 14 dhjetor. Bëhet fjalë për një femën materialiste që u lëndu në të kalumën edhe tash don veç do më thonë është interesu me veç për pare. Edhe thom... E kundërta jote. Konga fillon me Diamonds i kom sirtar, dhimbjet i lon ditar. Do më thonë, prap se prap dhimbjet i ki, janë me ty për cilin. Edhe në refren thom që money is in love, parja nuk është dashuri. Menoj që është temë shumë e po mirë atëherë që nga dhe pjesa jote. Është shumë temë aktuale për momentin, përveç që u rrit shumë materializmi për momentin, po mund është me marrë edhe në atë kuptimin që ka femna që dojnë më konë suksesshme, nuk janë lodhë edhe janë lëndu shumë, edhe tash janë më shumë të interesume me arrit diçka në jetë, se mu marrë me
validimin mashkullor, edhe që kjo është tema e kongës, është zhanri, s'po kallëzoj zhanri, surprizë. Po kur e fillove në fillim thas se ishte kundërt atë, pastaj rrugës ti prap gjet gjithmonë të kesh një mesazh. Gjithçysh do të më kon prap edhe nëse është temë tjetër, prap mu lidh me mu që thash, arti është me shëru artistin edhe dëgjuesin. Do të thonë do të më pas pjesë që e lidh edhe artistin edhe dëgjuesin. Shiko, edhe ti sot je vesh me Louboutin, nuk e di ç'a marke ke fustanin, ç'a e ke? Balenciaga, po. Louboutin Balenciaga, prap unë mendoj që edhe dashuroj shumë brendet e këto, nëse ke mundësi ti marrësh, por të mos jetë qëllim jete ose të identifikojnë ty, ti je pjesë e identitetit tënd. Mos më kon shumë e rëndësishme prioritet. Okej, është mirë kur ti punon, edhe je able me mundsu vetës mi ble çdo sene, është sukses, është arritje, ki qef me qarros vetën, me sene të bukura. Po nuk e ki fokusin primar të pamja jashtme, e ki ma shumë të pamja e brendshme. Normal, senet e bukura i kena qef krejt, edhe unë i kom qef shumë senet e bukura, i du shumë, ki planet jemi mi shiu senet e bukura. Pse jo? Pse mos mi shiu? Senet e bukura e bukura. Por ti u bëre famshme, ndoshta nuk e di sa kanë kushtuar rrobat e para të tuat. Veshja që ke marrë te kolumbiana, nuk e di. Te kolumbiana aty zakonisht dizajnerat i kanë me toga me sene. Fillem nuk me taga, kishe me taga, nuk i kishe kështu 10 euro që zberova qepse. Po, me të më thënë nuk kanë kushtuar dhe prapë u bëre famshme. E kom gjetë një ditë përpara se me bo klipin, që është interesant, se nuk e gjeta një dizajner që amboni nuk më pëlqej, më kish bo një fustan të gatash, ku je nis tash a jetoj një kongën ajo, thash se unë jam të gnu për tjetër sen, thash këto, ku jetu më qu me fustan të gatë, mas nejtë disha që me bo më kapi shumë stresi, dola në për Prishtinë, e gjeta një dizajner tjetër, edhe i pash i kish pas, nuk jenë kom për mua, ato i ka pas të bo me kështu vetë. Veç i kom marrë, dhe më thonë, edhe kom thonë që to janë perikën e kaltër, edhe we made history. Yes. Dhe ti meriton edhe shio çdo Balenciaga që mund të kesh Louboutin, me ose pa ato, ti sukseset i ke arritur dhe me xhinse, edhe unë mendoj që edhe gjërat e bukura, madje gjërat më të bukura mendoj që janë nudo fare, lindja e fëmijës është nudo. Dashuria është nudo, lindja jote. Ndoshta është një moment i rëndësishëm që nuk ka, vetëm ato momente nuk ka vlerë fare se çka ke veshur, ajo është tjetër, por siç e thash edhe një herë dhe që ta mbyllim këtë intervistën, fakti që ti ke arritur në këtë lloj vetë aktualizimi që është shumë e rëndësishëm edhe duke qenë edhe kaq e suksesshme, duke qenë femër, duke qenë në lloj mënyre me njerëz po edhe vetëm në kokën tënde, vetëm në imagjinatën tënde, vetëm në aspiratat e tua që do, por padyshim edhe me mbështetje. Kjo është gjëja më e shtrenjtë që ke. Për ironi, sa ma shumë që stanin që është ma shumë i ngrejt që ato sene. Kështu që kur ti mirësh me sene tjera me zhvillim ton personal, ti menoj që i ngrej edhe njerëz të mirë, i ngrej edhe parët, i ngrej edhe këtë senet e bukra. Edhe na jena në këtë planet, për një me jena qenje me energji, po jena edhe me shiju pak fizikun, me shiju pak edhe të mirat e këti planeti. Nuk jena veç tash me bo, na jena spirituale dhe unë nuk du kur gjo superficiale. Kur si ki prioritet veç i shijon, është okej, se na për një arsye jemi këtu. Kështu që edhe ti kur po shkruaj të këngën si ai në manifestimet e tua që të shite bota, të shkoj 3.2 milion në Spotify dhe lekët vinë vetë aty, po lek janë e rëndësishme është ajo që sukon menimi jam i parë. S'ka qenë pa. Kështu që ajo është e vërteta më e madhe. Unë falenderoj shumë, kënaqa shumë. Edhe të kam dëgjuar me shumë admirim. Vërtet më pëlqeu dhe uroj që edhe njerëz të tjerë të kenë marrë, sepse e kam parë tajnë ndryshe, kam parë më showbiz, ka kërkuar, ndoshta thashë themin ato që ne jemi mësuar ta ushqejmë gjithmonë median, që dhe ajo vlen, por që jap që njerëzit janë edhe mua më pëlqej gjithmonë të eksploroj më shumë tek artistët, sepse nuk janë vetëm një-dimensional. Në asnjë lloj fushë njerëzit nuk janë dimensional, edhe rregulli edhe asaj që dua unë gjinisë skenarit, thotë filmat më të dobët janë ato që kanë një dimensional. Ti nuk je një gjë apo një tjetër. Dhe për më tepër që surpriza tek fakti te ty është fakti që si ke hyrë ti dhe repi dhe ajo çfarë fletet dhe se si e ke studiuar ti veten, domethënë kjo ishte surpriza më e madhe, sepse unë vdes që njerëzit të ngatrohen me paragjykimet që kanë të dalin jashtë kornizës, dhe ti sapo e bëre edhe në këtë intervistë që jashtë kornizës atyre që ndoshta nuk të ndjekin ai shumë si fansat e tu që mund ta kenë kuptuar, por që thonë, wow, tajna që nga, për
teacher. Faleminderit shumë edhe për ftesën, e kom shiju shumë edhe unë mend pres me fol për kësi tema dhe me pas dikon ka shi që din me mpyt për kësi tema, kështu që edhe unë e kom shiju shumë. Influenca jam është ma e madhe se muzika, ma e madhe se unë. Edhe munona qato qikat e reja, m'ja u kallzu mënyrën që kom bon, se secili duhet me gjetë mënyrën e vetë, po me këqyr me studiu tjetrin, dikon që nështë kom diçka që ata dojnë, edhe me ditë që kom bon, që me bo edhe ata. Kështu që kjo është arsyeja pse i du shumë qëto intervista. Dhe ndërkohë si shkëpull muzikës edhe urojt që të kesh si performanca, se unë arrova ta thoja dhe doja ta thoja performanca fantastike tek Sunny Hill, që ishte super performancë dhe ishte ta mama që po thojë që ne gratë bëjmë shumë gjëra në skenë. Kemi kërcimi, kemi veshje, kemi gjithçka dhe ishte dhe natyrisht u komentua dhe u pëlqye shumë, kështu që shpresoj që ajo që kanë qef artistë në fund atë skenën e bukur, ata njerëzit, ato kualiteti, dritat, audio, gjithçka. Dhe po e mbyllim me një bubullim me natyrën. Dhe me u kry. Natyra ata përfundoi. Faleminderit shumë edhe faleminderit. Shihemi. ¡Ándale!